një sajt periferik grek publikoi lajmin se Mimi Kodheli, ministrja e mbrojtjes së shqiptarëve, kishte punuar si kërcimtare në një klub nate, pa kush pati mendjen e ftohtë të pyeste veten se si ndodhi që një lajm i pa verifikuar, pa pritmas, u peshkua nga një sajt online opozitar dhe më pas mori eterin. Pak paradoksale po të mendosh se vetë drejtuesit e sajtit kanë marrëdhënie të mira personale me ministren e mbrojtjes. E gjithë prapaskena u sqarua kur gjakrat u ftohën. Ndihmoi vetë Kodheli, e cila në një intervistë deklaroi se posti i presidentit i pëlqente. Grekët ishin vetëm tabela. Publikimi nga fqinjët dhe pastaj fryrja në Shqipëri i një lajmi që nxiti zjarrin nacionalist të shqiptarëve ishte shërbimi më i mirë për të lartësuar figurën e Kodhelit, një kandidate e pëlqyer nga Edi Rama për në presidencë. Ndërkohë, pak ditë më parë, Ditmir Bushati kishte deklaruar se Ilir Meta do të ishte një president shumë i mirë. Natyrisht që ky nuk ishte opinioni privat i tij, kur dihet se në kampin e Ramës askush nuk ciceron pa leje. Ishte sinjal se do të votohej pa problem nga ata dhe paralajmërim se përveç kandidaturës së Metës, çdo emër tjetër do të ishte i papëlqyeshëm. Sepse në korridoret e politikës kishte kohë që krahas Kodhelit si kundërpart përmendej emri Petrit Vasilit. Ashtu si Mimi Kodheli, edhe Vasili është njëri besnik i shefit të tij, por ca më shumë ai është njeriu që e ka ndjekur pa më dyshje Metën në gjithë sipërmarrjet dhe është alter egoja e tij. Vasili është personi që nuk ka asnjë hije në raportin dypalësh me shefin e tij dhe si i tillë nuk është skenari më i mirë për socialistët me Vasilin në presidencë dhe Metën në komandën e LSI-s. Por loja për presidencën është vetëm një pjesë e shahut politik. Pjesa tjetër ka të bëjë me aleancat paraelektorale. Në kampin qeverisës ngjan se Edi Rama e ka të sigurt mandatin e dytë, por vetëm ngjan, pasi ai nuk e di se sa vota do t'i heq partia e re e Ben Blushit. Pavarësisht se nuk i la mundësi të konkuronte për kryetar partie dhe për këtë bërë një referendum që e nxori fitues me shifra që zilepsin edhe Koren e Veriut, Edi Rama e di se në votimet e përgjithshme nuk ka një Sajmir Tahir që do të kontrollojë çdo kuti dhe as delegat kongresi që nuk duan të humbasin pushtetin. Përkundrazi, në bazë, masa e madhe e socialistëve është e pakënaqur për shumë arsye dhe Blushi është një alternativë për të shfryrë këtë pakënaqësi dhe njëkohësisht mos të votojnë djathtas. Ndërkohë, Koço Kogdima është e panjohura tjetër. Si do të reagojnë strukturat e majta në zonën e Vlorës, Sarandës dhe Gjirokastrës, ku Kogdima për 3 vjet pati dorë të lirë. E ndërkohë, aleati i tij në qeveri, Ilir Meta, nuk e ka ndaluar asnjë ditë joshjen ndaj ish shokëve të tij të dikurshëm. Por vetë Meta ngjan se ka pasur probleme brenda partisë së tij, e cila tashmë nuk është më një çet të zemëruarish, por partia e tretë ku përplasen interesa të ndryshme. Ende është mister heqja e Nasip Nachos, po ashtu largimi i Edmond Haxhinastos nga Ministria e Transporteve. A kishte një komplot të dy krushqve kundër shefit të tyre të madh, apo Ilir Meta i doli përpara një grupazhi latent që mund ta rrezikonte? Po ashtu penalizimi i deputetit të Vlorës, Shkëlqim Selami, më shumë se nga ligji i dekriminalizimit, ishte viktimë ndëshkimit për ndonjë hap të pakonsultuar të tij. Megjithatë, ajo që pritet më shumë nga Meta është aleanca e ardhshme. Llogaritë thonë se i intereson qëndrimi në një koalicion me Partinë Socialiste. Kjo i mundëson maksimizimin e votës, por përveç se samaritan që përhap dashuri dhe qetësi, Ilir Meta është edhe njeriu i kthesave të forta. Heshtja e tij e deritanishme për koalicionet e ardhshme, më shumë se lojë me partnerin e tij në koalicion, është për llogaritje e momentit të fundit se ku do të rreshtohet. Ndërkohë, kampi blu po përjeton lëngatën e tranzicionit. Ende Berisha është poli magnetik i demokratëve që akoma nuk po marrin veten nga humbja e para 3 vjetëve dhe një pjesë vazhdojnë të vajtojnë vdekjen e Sokololtashit. Berisha është i domosdoshëm për Lulzim Bashën që të mbajë Partinë të Bashkuar në rast humbje, e cila ka më shumë gjasa se sa fitoria. Por pas 4 vjetësh në krye të partisë, Lulzim Basha ka ardhur në orën e së vërtetës. Pavarësisht nga sa thonë kundërshtarët e tij, 4 vjetët që shkuan në bankat e parlamentit ishin njerëzit e Berishës, të cilët më shumë se të zgjedhur për fitore, Berisha daroviti për herë të fundit njerëzit që i kishte promovuar dhe zdrukuar në karrierën e tyre. Tani është koha e Bashës,
i cili me siguri do t'i lërë një fet liderit historik, por nuk mund të lejoj që të vegjetojnë akoma figura që kanë zanafillën politike prej 26 vjetësh. Sa doja dalë. Në suksesin e tij varet edhe rotacioni i pushtetit, i cili është më i mundshëm pas 4 vjetësh, dhe vetëm nëse do të humbiste edhe në 2021 zgjedhjet, atëherë po, Basha mund të konsiderohej rasti më i keq se Berisha apo Rama, por deri atëherë ka kohë. Ndërkohë është edhe enigma e partive të reja. Ben Blushi dhe libra e tij kërkojnë pjesë nga elektorati majt dhe ai i qendrës. Segment që kërkohet edhe nga sfida e Gjergj Bojaxhiut, i cili në zgjedhjet lokale për Tiranën ishte potencial kërcënues nëse do të kishte më shumë eksperiencë. Ndërkohë Agron Duka, politikan dhe biznesmen, është vënë në krye të agrarëve ku ajo që dihet me siguri është marrja e një karrigeje në parlament nga ai vet. Por nisur nga profili i tij jo konfliktual, resurset financiare dhe miqësia me Fatos Nanon, liderin historik të socialistëve, mund të marrë më shumë. Dhe të gjitha këto aq sa e bëjnë të mundshme një vazhdimsi të skemës politike të derisotme edhe për 4 vjet të tjera, kanë brenda edhe tharmin që viti 2017 të jetë viti i surprizave. Mirëmbrëma dashur teleshikues dhe mirë se erdhët në emisionin e parë për vitin 2017. Me një panel analistësh do diskutojmë për skakerën politike të këtij viti që po vjen, i cili në 6 mujorën e parë ka 2 ngjarje të rëndësishme: zgjedhjen e presidentit të Republikës dhe zgjedhjet elektorale. Për të diskutuar për këtë, kam ftuar zotin Mark Marku, pedagog i gazetarisë në Universitetin e Tiranës. Mirëmbrëma zotin Marku. Zotin Lorenz Vangjeli, opinionist i vjetër. Mirë se erdhët zotin Vangjeli. Zotin El Murati, kryeredaktor i Gazetës Shqiptare. Mirë se erdhët zotin Murati. Dhe zotin Fitim Zekti, opinionist i Gazetës Mapo. Mirë se erdhët zotin Zekti. Zotin Marku, e fillojmë nga pika e parë. Presidenti i Republikës ka një lloj përplasje, me sa duket, në majorancë, se kush do jetë. Ka një lloj shtyrje nga Partia Socialiste që Ilir Meta të jetë një kandidaturë për president, sepse ndoshta i bëjnë numrat, kanë shumë probabilitet i bëjnë numrat. A mendoni juve që është e mundur kjo? Unë mendoj që varet, besoj që presidenti të radhë varet nga LSI-ja, nga Ilir Meta konkretisht. Nëse Ilir Meta do ketë dëshirë që të bëhet president, më them që ai realizon pas një problem. Po ka përshtypjen që me sa kuptoj për karakterin e tij politik, historinë e tij politike, nuk besoj se ai është në momentin ku po kërkon që të stacionohet diku për të për t'i dhënë fund karrierës politike. Ilir Meta president është një kukull në duart e Ramës, pastaj qoftë për kompetencat që ka qoftë. Jo, nuk besoj që do jetë e kundërta, nëse do jetë president ai do funksionojë, sepse edhe në koalicion praktikisht nuk ka qenë kukull në duart e Ramës. Kështu që po unë mendoj që vetë Metës nuk do të interesonte kjo, nuk e di se sa, por gjithsesi unë jam nga përvoja e këtyre 20 viteve, kam vure që të gjithë emrat që janë laku në fillim për president, nuk kanë arrit në pikën e fundit të procesit. Jemi duke folur për një rast ku tashmë janë prishur skemat, nuk i jepet më presidenti i opozitës, nuk... Po, ma përcakton LSI-ja, do në është faktori përcaktues për president, është LSI-ja. Nëse LSI-ja do ta kërkonte atë si, po themi si kostën e më të madhe të koalicionit, jam i bindur që dhe Rama do ja jepte me shumë kënaqësi. Zoti Vangjeli, mendoni juve që ja jepte për Ilir Metën postin, po jo për Petrit Vasilin? Për kë është i gatshëm të japi votën Rama? Për këtë kam përshtypjen se një përgjigje të vetme e ka vetëm zoti Rama, por në këtë moment asaj nuk e ka për ta dhënë. Edhe sigurisht do ta pyesni, do të refuzonte të përgjigje jo se nuk donte, po se nuk dinte ende se çfarë ka. Mua më bën përshtypje në fakt titulli i emisionit tuaj. Ju thoni horoskopi politik, të hedhësh shfall apo të bësh horoskop në Shqipëri në këto vise tonë është sport gati kombëtar, domethënë është edhe një sport ballkanik.
po kemi mësuar në të paktën 2 raste, në perëndim edhe përtej oqeanit, që horoskopet, ose si quhen me një gjuhë moderne sot, sondazhet dështojnë. Kështu ka ndodhur me Trumpin. Unë s'besoj fare për si bëj që beson shumica popullsisë. Erdhi Trumpi. Kështu ndodhi dhe me Britaninë, kur ndodhi Brexiti. Unë nuk mendoj që është e njëjta gjë Ilir Meta president dhe Petrit Vasili president, sepse bëhen një ndryshe që e vënë me dy zjarre. Janë 2 gjëra të ndryshme. Ajo që ne duhet lexojmë më ngjan duhet niset nga të vërtetat e thjeshta dhe që janë të pranuara. E para njërë është që Ilir Meta vet e ka shprehur qartë që nuk e ka këtë ambicie. Ilir Meta do të jetë president, po jo kësaj radhe. Kjo është një fallë që unë e hedh. Goxha... Që e hedh, por jo për 2017. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri në gjithë këto vite? Më thëmë, për të lexuar të ardhmen e politikanëve shqiptar, është mirë të lexojmë të shkuarën e tyre. Si rregull dhe jo si përjashtim, në Shqipëri ka ndodhur diçka. Në pushtet janë emërruar, në opozit njerëzit janë bërë vetë. Po të shikosh, të gjithë ata të cilët qalojnë në politik, analfabet në politik, ose nëse do të thrisnin në ndim një fjalë që im zot Noli e ka pasur shumë qef, mehmur në politik, janë të gjithë ata të cilët kanë hyrë papritur nga dera e pushtetit dhe janë emëruar prej pushtetit. Janë njerëz të cilët kanë pasur shkëlqim për aq kosa, kanë pasur karrige nën vete dhe pastaj thjesht janë harruar. Ndërkohë që ka një tjetër racë politikanësh, të cilët janë vetë bërë dhe kanë kaluar në opozit. Rasti i Ilir Metës, për fatin e ditë mirë, është ky. Është krijuar vetë, është një krijesë vetvetes, por dhe e rrethanave, dhe është krijuar fillimisht në opozit. Qoftë Meta, qoftë Berisha janë 2 politikanë që kanë bërë vetën. Këtu mund të shtonim Fatos Nanon dhe deri diku edhe Edi Rama. Fatos Nanon sikur ja dhanë. Deri diku, jo, sepse sprova e tij ishte e epërme. Bile hyri shumë thellë. Pasi se pranoi Marcela Tjetër historia, jo. Ndoshta Shqipëria do të ishte krejt ndryshe nëse do të ishte ashtu siç thoni ju. Por ashtu ka qenë. Politika si shau luhet me nëse. Historia nuk shkon me nëse. Por ditë të them që Shqipëria do të ishte ndryshe. Për të rikthyer edhe një herë tek një gjë e tillë. Me çfarë di unë dhe me çfarë kam ndjekur, vetë zoti Meta ka shprehur bindjen që ai do të udhëheq partinë e tij, do drejtojë partinë e tij në fushat elektorale. Unë kisha dëshirë të bëja një diskutim për matan atyre që thonë ata. Pikërisht. Çfarë thot Meta ne e dim çfarë thot Meta. Ajo që po të them unë dhe që ka të bëjë logjik, prodhon logjik është. Zakonisht këta janë ata që do thonë atë që s'kan për të bërë. Nga një herë e fetishizojmë dhe mua më ngjan se në këtë rast është shumë e thjeshtë. Pyetja suaj do t'i përgjigjesha me 2 fjali, po kaq të thjeshta. Do t'ju thosha që Ilir Meta do të jetë president, po jo kësaj radhe. Do të drejtoj partinë e tij në zgjedhje, ku të paktën e majta do të rikonfigurohet në një mënyrë tjetër, për shumë e shumë arsye, do të peshohen ndryshe. Dhe do të shikohet edhe një mandat tjetër 4 vjeçar se çfarë ndodh. I vetmi njeri, po them edhe një herë, që do t'ju jepte përgjigje pyetjes suaj, kisha qejf ta theksoj këtë. Do të ishte zoti Rama, i cili në këtë moment gjithashtu nuk e ka. Por mendoj, duke njohur tipologjinë e drejtuesve të majtës, për mua nuk do të ishte surprizë, ndoshta kjo mund të jetë pjesë e diskutimit të mëpashëm, nuk do të ishte surprizë që në krye të shtetit shqiptar, për herë të parë, pas 100 e ca vjetësh, të shikojmë portretin simpatik të një zonje. Edhe zonje e rëndë. Unë parashikoj që zgjedhjet e ardhshme presidenciale do jenë më pak dramatike se zgjedhjet e kaluara, sepse besoj që është një lojë që do luhet PS-LSI, nuk po do janë. Besoj që do jetë një paketë plot, që duhet të them, nuk besoj që do ketë negociata për çështjen e presidentit të Republikës pa u zgjidhur më parë koalicioni që do shkojë në zgjedhjet e 18 qershorit. Pra besoj që do kemi të bëjmë me një paketë plot, le të themi, negociatash që do shtrohet ndryez midis 2 palëve, unë besoj të paktën midis Partisë Socialiste dhe Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, por nuk është çudi që edhe PDI-ja të ftohet ndoshta nga zoti Rama në këtë tryezë për të vendosur, le të themi, presidentin e ardhshëm.
Përshtypjet tona deri tani janë që zoti Meta nuk synon postin e Presidentit të Republikës, sepse synon më shumë. Po partia e tij synon. E ka paktën eksponent tjerë të LSI-s e kanë deklaruar që ka ardhur koha që mos jemi thjesht kingmaker, por të synojmë më shumë. Nëse zoti Meta ose LSI-ja do të pranojë postin e Presidentit të Republikës, atëherë unë do thoya që do kishim të bënim një dorëzim në një farë mënyrë të LSI-s, flas gjithmonë për postin, për po them karrigen e kryeministit të vendit. Pra nëse Presidenti i Republikës i lihet alatit kryesor të Partisë Socialiste, që është LSI-ja, atëherë besoj që ajo që profetizoi zoti Rama që do jem kryeminist edhe për 4 vite të para, tashmë shndrohet në fakt, por unë jam skeptik për ta besuar që do ndodhë kjo gjë, sepse besoj që LSI-ja do të luajnë fort në këtë pikë për të synuar, le të themi, karrigen kryesore që është ajo e kryeministit të vendit. Nëse kjo do të ndodhë në koalicion, pra me Partinë Socialiste, me PDI-un, ose do të ndodhë në një koalicion vete që do udhëhiqet nga LSI-ja, kjo është ende herët për ta thënë këtë gjë. Zoti Manjani, për shembull, ministri i drejtësisë u pyet sot për këtë çështje dhe tha që ne kemi kohë deri në fillim të prillit për të vendosur koalicionet. Pra, në kohën që kemi, le të themi, deklarata të përsëritura të zotit Rama që unë do jem kryeministri i vendit, koalicioni i ardhshëm do jetë trepolar, pra në një farë mënyrë e bën fakt të kryer dhe duket sikur e nxit ose vë para përgjegjësisë LSI-n që do jetë në koalicion, kemi lloj, po themi, hezitimi ose pritje, ndoshta edhe deri në prill, siç e tha sot zoti Manjani, për të lidhur koalicionin. Pra, unë besoj që zgjedhja e Presidentit të Republikës do jetë rezultati i negociatave me Edi Ramës dhe një diçka do të bëja një ndërhyrje. Nëse Presidenti i Republikës e merr secila prej njëra prej ative fuqizohet në mënyrë eksponenciale. Domethënë qoftë po e mori LSI-ja, qoftë po e mori PS-ja, ajo parti fuqizohet në mënyrë eksponenciale. Ndoshta më mirë për to është kjo status ku janë një president e një partie në opozitë i dobët etj. Unë mendoj të kundërtën asaj që thatë ju, sepse historia ka treguar që njeriu e bën postin në Shqipëri dhe janë sjellët. Kemi pasur zotin Berisha, presidenti, i cili ishte një figurë po themi shumë e fortë, ishte i pari i vendit, okej, ato ishte kushtetuta që e jepte këtë fuqi, por edhe më pas kemi parë, le të themi, ndryshime të sjelljes së Presidentit të Republikës në varësi të njeriu që është ulur në atë karrige. Tjetër sjellje kishte Alfred Mojsiu, tjetër sjellje kishte Recep Mejdani ose zoti Topi. Prandaj them që nëse zoti Ilir Meta pranon që të jetë Presidenti i Republikës, atëherë nuk është thjesht që jo Ilir Meta, jam duke folur për një tjetër të Ilir Metës. Unë mendoj që nuk ekziston mundësia që të jetë një president i LSI-s dhe mos të jetë Ilir Meta. Gjasat janë që tjetë ndoshta një zonjë, si sa Lenci e Partisë Socialiste, dhe nëse do t'jetë zoti Meta, atëherë besoj që mund të flasë më një dorëzim sojza të LSI-s në qëllimin kryesor për të bërë tashmë një parti. Se duhet bëjë ky kompromis, për shembull, mes nëse tazë PS-ja do jepte presidencën LSI-s, do ta konsiderojnë si një favor shumë madh. Kurse unë mendoj që nga ana e LSI-s kjo nuk konsiderohet fare favor, vetëm qofse po themi, po Ilir Meta nuk e shikoj Ilir Meta që të jetë interesuar. Jo, nuk po flas Ilir Metën. Ilir Metën është e pamendueshme politikisht Ilir Meta të jetë president i Republikës. Nëse do donte personalisht Ilir Meta mund të bëhet president. Por nëse do donte që dikush nga LSI-ja të bësh president, kjo do ishte pak a shumë e vështirë, sepse para do ishte një favor shumë i madh nga ana e PS-s, një favor pa se presidenca në vetvete nuk ka ndonjë peshë në kuptimin e luajtur në një rol dysh, president, kryetar kuvendi, që ke mbrapa një parti vendimtare në koalicion, nuk është aq e thjeshtë. E di, po mu nuk më duket si, po themi, si post që mund të futet në disa negociata përtej një lëshimi shumë madh. Do të thënë që me kushtin që t'i hiqet si pesh Ilir Meta Ramës dhe si pengesë kryesore që ka për pas pushtet absolut, ai do ta bënte, do t'i jepte një post. Dhe ky do ishte një lloj lëshimi që do bënte PS-ja, por duke përfituar atë që praktikisht Rama do kishte ekzekutivin të gjithin në kontroll. Jashtë kësaj, nuk mund bëhet kompromise, sepse nëse do ishte një figurë e LSI-s, ku diun, një figurë e dytë e LSI-s, praktikisht Ilir Meta do futesh në një negocim për diçka që nuk intereson shumë. Unë se kuptoj, unë e shikoj që në qoftë se prishet koalicioni, shikoj që Rama do fusin lojë partitë e tjera.
PDI-un, gjitha këto partitë PDI-u asore. atraktiv, Mark. Por nëse PDI-u nuk po merr dot një post ministri nga frika e presionit të grekëve. Imagjino tash ti të japësh president. Por gjithsesi, unë flas, PDI-uja mund futesh për të marrë një post ministri, dhe për të mbështetë Ramën për zgjedhje presidentin që don. Unë mendoj se presidenti i ri do të jetë absolutisht i Partisë Socialiste, i PS-s domethënë. Nuk ka asnjë arsye. Nëse kishte një lloj entuziazmi Bojani Shani që mund zgjidhej, po nuk ka votat janë aty, koalicioni i atyre ka votat mjaftueshëm dhe ka dhe gjitha arsyet për të patur presidentin e tij. Dhe gjitha arsyet i ka PS-ja për të patur presidentin e vet. Ajo që unë shoh me një lloj shqetësimi është kjo, kandidatura që do jetë. Edhe nuk më duket se zonja Kodhelli, e cila është lakuar si një kandidaturë presidente, do ishte ta themi presidenti. Ky po është problem, domethënë në traditën e partive të mëdha europiane, të cilat kur kanë mazhrancë të zgjedhin presidentin, presidenti është figurë partitë europiane. Shteti shqiptar ka një lloj skeme e cila është prishur kohët e fundit e ka caktuar zogu. Një katolik, një musliman, një ortodoks. Kjo skemë është prishur kohët e fundit. Po me sa duket ndoshta duan ta rialokojnë, të bëjmë presidentin katolik, se mu nuk është të pëlqen shumë një për skemë Europa, klubi krishter, ku duan të shkojnë etj. Mu këto skemash më duken artificiale dhe nuk kanë domethënë të madhe dhe nuk është se zgjidhin ndonjë gjë për realitetin. Kështu mendoja edhe unë deri para se të shfaqte fundamentalizmi. Fundamentalizmi nuk është se përfaqëson në një grupim caktuar shqiptarësh, është një pikpamje që vjen, ikën, mund të hyjë kudo, del kudo. Ajo që unë shoh si një lloj shqetësimi është kjo. Është dukshëm ku gjithsesi shteti shqiptar në një mënyrë nuk presin shqiptarët simbolikisht është ka ndodhur. Ka ndodhur madje edhe me armikun më të madh të feve në Shqipëri, që ishte Enver Hoxha. Në një mënyrë ose në një tjetër. Shpërndarja gjeografike dhe raportet fetare i ka pasur. Nuk kam ndaj kritikë esenciale se mund të bëhet. Në Shqipërinë moderne kjo nuk është po aq e nevojshme, e domosdoshme. Unë nuk shoh. Është një lloj fasade dhe Shqipëria është edhe një vend fasade. Po nuk shikoj emocione. Presidenti zot jetë katolik, sepse Rama deklarohet si katolik. Varet a njohin për ftrin si katolik. Ata më duket se ka bërë pak zimin e krezminit që nëse Rama do synoj, nëse Rama vështirë për të imagjinuar një tryezë në gjirin e Lalësit me ngjala, ku liderët tanë flasin për bindjet, më falni, për përkatësitë fetare. Domethënë, besoj që kjo çështje mund trajtohet nga ne dhe nga shumë njerëz, kur të ulet në tryezë, po themi Rama, Meta, ndoshta Idrizi, nuk e di, për të caktuar koalicionet e ardhshme në zgjedhjet parlamentare dhe presidenti nuk besoj që do ta kenë këtë kriter. Mos ishte një çështje në negociatën për koalicion. Këtë kriter në llogari. Atëherë deti pazari është normal. Megjithatë, për të qenë sinqert, as Zogu, as Hoxha, as Berisha i parë nuk njihen për budallën që e kanë ruajtur këtë raport fetar, sepse unë mendoj që është gjithsesi, nëse një komunitet fetar nuk përfaqësohet, është një pakënaqësi që akumulohet në të. Mund ta lënë, sot Shqipëria është në një pikë ku nuk është shumë e vështirë të ruash lidhjen e raportit të politikës me realitetin, por ndoshta do të jetë një bombë me shpërthim të mëdhenj. Nuk është problem përderisa nuk ekziston, por në momentin që krijohet ekziston ky problem. Por jo flas në momentin që krijohet një desekuilibër, në pushtet, pastaj krijohet problemi. Unë jam dakord që të ketë kujdes për të ruajtur këtë lloj ekuilibri, por jo ta frym artificialisht themi që duhet bëjmë një katolik, një musliman dhe një ortodoks, sepse i bie sikur ne vetë shohim problemin të madh dhe e stimulojmë rritjen e problemit. Ata që kanë rrit, Zogu ose Enver Hoxha, kanë rrit me një farë delikatesë, nuk kanë rrit kaq brutalisht që po vëmë një katolik se kemi problem me komunitetin katolik, po vëmë një musliman se edhe Berisha e pa nuk e ditë kaq hapur. Kaq e hapur ka qenë dhe kaq deklarative madje. Aq deklarative. Nuk e di që shumë e tillë. Le të kthehemi në ditët tona. Por nëse më lejon. Ajo çështje e rëndësishme, mendoj unë, është kjo që zgjedhja e presidentit të Republikës, dakord, le të zgjedhet nga koalicioni. Zgjedhja e një femre e bën komplet honorifik këtë vend, këtë post. Sidomos e një femre e cila është një partiake e zakonshme në Shqipëri si zonja Kodhelli, po. Se mund të ketë një femër serioze në Shqipëri që mund të jetë e majtë e Partisë Socialiste që mund mos e bëj kaq honorifik. Unë do të isha shumë mirënjohës vetëm për diçka, ndjes për ndërprerjen. Po nëse do të shmangi mbi emrin që në Shqip tingëlloni që keq, e zakonshme. Nuk është e jashtëzakonshme. Cila? Zonja Kodhelli, por dhe jo e zakonshme. Shiko, Lorenz, ndoshta fjala ime nuk është e gjetur apo. Nuk është, mirë për në rregull, dakord. Sa po të them për të gjetur një ekuilibër. Do duhet të dalim nga zgjedhja e presidentit njëri të zakonshëm partiak.
Shumë zotë Midani s'ka qenë ka i zakonshëm si partijak. S'ka qenë fare. S'ka qenë fare sepse erdhi vonë në politikë. Edhe profili, Po flitet për një profil të lartë. Po të krahësosh profilet e këtyre dy personazheve, profilet e presidentit kanë ardhur. Njëri ka qenë intelektual, njëri ka qenë personalitet i lartë dhe profili i lartë intelektual. Profilet e tyre kanë ardhur në zbritje. Ndërkohë që zonja Govelli është një profil i lartë politik. Do doja një president që t'ishte. Por për ta kuptuar këtë, nëse më lejon. A mund të pyes sepse e pyeta më. Edhe institucionalisht. Nga presidenti i parë i pluralizmit që ka qenë Ramiz Alia pastaj Berisha, nga pikpamja institucionale roli i presidentit ka ardhur gjithnjë duke u zbutur, duke u zbehur dhe askush, duke qenë se presidentin për herë kanë qenë dy lider të fortë që kanë zgjedhur presidentin, për herë tendenca ka qenë për zgjedhjen një president jo të fortë. Rasti i Mejdanit, që u zgjodh si president jo i fortë, por që në fakt doli i fortë sepse krijoi një blok ekuilibri, u fut lojë me Gjinushin dhe i krijoi shumë probleme edhe Nanos. Mojsiu bënte ca deklarata të tipit presidencial, por në fakt rol presidentin nuk ka ushtruar. Në momentin, sidomos kur përputhen, unë mendoj kur përputhen roli partia, kryeministri i mazhorancës me një president po të zgjedhur nga mazhoranca, unë mendoj që roli i presidentit asfiksohet fare. Rasti i Nishanit ka qenë rast i veçantë sepse ishte president i djathtë, po themi i mazhorancës që kishte humbur pushtetin, me një mazhorancë të majtë dhe rezistenca që ka bërë i ka dhënë rol. Mendoni po të kishte qenë për shembull Nishani me Berishën kryeministër. Roli i tij do kishte qenë 10 fish më i zbet se çka qenë. Siç ishte në vitin e parë. Kështu që në këtë kuptim aty ku ka mos përputhje, aty ku ka përputhje dhe roli i presidentit pastaj unë mendoj që zbehet dhe pothuajse bëhet inekzistent. A zbehet fare mos ndoshta apo na vjen momenti që presidenti ta zgjedhim nga populli? Ajo do ishte për mua formula ideale. Për sa kohë kemi një formulë që presidenti kreu shtetit zgjidhet me 71 vota, është e kohë që ne të kërkojmë një president të fortë ose president mbi palët ose presidenti dhe sjellja e tij politike në 5 vite do jetë produkt i partisë nga del dhe është, po themi, është nonsens që ne të kërkojmë, po themi, partisë politike në pushtet, qoftë ajo PS-ja tani ose më vonë të jetë Partia Demokratike, LSI-ja me radhë, që zgjedhë një person që mos të ketë profil politik, që të jetë mbi palë të tjerë. Për sa kohë sistemi ata e kanë miratuar, e kanë çuar në këtë pikë, domethënë që të zgjedhet me 71 vota, normal që do jetë, nuk po them shërbëtor, unë nuk kam me idenë që të kemi presidenta politik, të kemi deri diku, pastaj është çështja e integriteti personal. Është çështja e integriteti personal, por nuk jam me këtë që duhet të jetë presidenti patjetër politik. Një nga presidentët e kohës pluralizmit javën e kaluar ka dhënë një intervistë ku ka glorifikuar Mehmet Çehun dhe Enver Hoxhën. Ai është një personalitet, po themi, gjerësisht të respektuar, nuk është politik, në përgjithësi, po themi, ka pasur një bilans pozitiv në kryet presidencës, por javën e kaluar dha intervistë që lavdron Mehmet Çehun. Prandaj them që ndonjëherë nuk kemi pse të parajgjykojmë, po themi, ose të stigmatizojmë figurat politike, qoftë Zoja Kodheli, Zoti Nishani, është çështje pastaj integriteti personal e individit që vihet në atë karrige, se si e përballon. Por nga ana tjetër, kjo është një tango që luhet në dy, që do të thotë edhe Presidenti i Republikës, kushdo qoftë ai, duhet të ketë po themi bashkëpunimin ose begenisjen, po e banalizoi të qeverisë, sepse nëse qeveria emëron general, kushdo qoftë ajo qeveri, pa zbatuar detyrimin kushtetues që këta ti dekretoi presidenti, nëse qeveria shmang presidentin në emërimin e ambasadorëve, që është skandaloze se shkelet ligji kushtetuta e ka kompetencë kushtetuese, presidenti të emëroi dhe të shkarkoi ambasadorët, kushdo qoftë presidenti, kushdo qoftë majoranca, atëherë nuk është thjesht faj i presidentit, por është edhe i mazhorancës. Unë për vete do të isha për një president politik dhe kthehem tek pyetja juaj, besoj që në stadin në cilin ndodhet Shqipëria dhe mënyra se si është ndërtuar sistemi politik që është në dorë, është forcuar dora e kryetarëve, qoftë në hartimin e listave deputetëve, por edhe reforma drejtësisë se si do implementohet, se si do zbatohet, do shohim që kryetarët e partive marrin shumë fuqi.
për ta decentralizuar këtë pushtet do ishte një zgjidhje. Do na duhet një pol tjetër një fuqie. zgjidhje një president nga populli. Kthehemi pas pak. Atëherë, rikthehemi. Vangeli, kishim një skem që presidenti i jep e opozitës, presidenti, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, po doja e prishim me nishanin. I mori gjitha për vete, tashti është rasti tipik i bumerangut ku po i kthehet mbi kokën e vet. Është një skem e krijuar e zhveshur edhe nga presidenti, mos po kthehet në ujë që po e kthejmë opozitën në ujë që po e masakrojmë fare, kemi ndjerë në cep të ringut. Opozita, nuk po them opozita e djathtë, që është rasti që flitet, por dhe opozita e majt dje, duhet të fillojnë të heqin dorë në një mënyrë ose një tjetër nga dhjami i pushtetit. Dhe kjo nuk është thjesht metaforë. Një nga arsyet, për shembull. Ko gja pretendim është ky po. Do të ishte mirë. Për te çdo lloj keqkuptimi me terminë, po qeni pa dhjam vrapon më shpejt. Qeni uritur, shkon në gja. Një qeni ngopur, fle. Ndjes për termin është proverb. Vjen nga larg ky, po është i vërtet. Një opozitë e vetë kënaqur, e cila opozitën e ka lënë të zhveshur komplet. Nëse i merr dhe presidentin e lë të zhveshur komplet, s'është e vetë kënaqur. Një opozitë e vetë kënaqur, nuk e kanë fjalën për e them në teori, një gjë të tillë. Demokracia është balans pushtetesh, Ajo që ju thoni ka ndodhur në rrethana krejt të tjera, ka ndodhur në fillim të viteve 2000 dhe për arsye krejt të tjera. Mbas një fitore që dije që do të ishte e të majtës, por e diskutueshme në shifra dhe në madhësi, u bë një marrëveshje e cila zhvishte pjesë pushtetin e të majtës. Siç po vjen puna, dhe këtë ka instaluar për fat keq doktori, i cili është duke vuajtur efektin bumerang që thoni ju, u prish kjo marrëveshje me ndryshimet e kushtetutës vitit 2008, të cilat do bën e majtë e djathtë, PS, PD, me një parim të vetëm. Fituesi i merr të gjitha. I bie gati 9 vjet më pas, gati një dekadë më pas, sot ne jemi në këtë formulë. Fituesi i merr të gjitha. Është mirë apo është keq, është tjetër histori, por do të ndodh kështu. E qartë. Mark. Nuk shikoj ndonjë zemërgjërsi, le të themi, në politik, apo qoftë edhe ndonjë sinjal që t'i jepet opozitës një gjë e tillë. Një 2 vjet më para ka pasur të tjera shkelje shtyri, të cilat nuk janë bërë asnjëherë publike. Të cilat shkonin përtej një marrëveshje dhe e bënin gjithçka kemi parë deri më sot në politikën shqiptare, të dukej thjesht Mark, si mendon? Një lloj është një lloj dobësimi i parlamentarizmit, i demokracisë, i asaj të famshmes check and balance anglosaksone, se po shikojmë që gjitha pushtetet po kalojmë në një krah. Jo, në thelb, po ta shikosh nga pikpamja sistemit politik është thellimi i parlamentarizmit. Sepse jemi republikë, nëse shkojmë drejt modelit gjerman që ka presidentin thjesht një figurë honorifike, shkojmë drejt fuqizimit të parlamentit dhe dobësimit gjitha institucioneve të tjera, që është edhe presidenca. Problemi është balanca normalisht që duhet, do ishte shumë mirë që presidenti tjetë një parti tjetër, por nuk ekzistojnë premisat për një kompromis stil politik, sepse e para opozita në këto moment është dobë, nuk ka, po themi, mundësi, përveç se për të luftuar, për të fituar pushtetin, për të ndryshuar raportet përmes votës. Domethënë praktikisht opozita nuk vendos në këtë moment. Dhe Rama nuk ka asnjë arsye që të bëjë kompromis me opozitën për t'i dhënë presidentin. Nuk është një moment ku duhet, nuk jemi në situatë konflikti politik. Gjendja është e rëndë, po gjendja është e rëndë për arsye tjera. Nuk kemi një situatë konflikti institucional ose konflikti civil, apo në këtë kuptim unë them që kjo shkon në logjikën në atyre ndryshimeve që i kanë përgatitur vetë. Mazhoranca merr gjithçka dhe merr gjitha përgjegjësitë. I vetmi problem është a do ketë zgjedhje pas saj?
Pra, se sepse në thelb, në qoftë do ke zgjedhje të drejta, normale, të ndershme, pa manipulueshme, kjo nuk përbën asnjë problem. Më fal, vetëm një detaj. Në këtë rreth thanë që thoni ju që ngjan si një gjë e frikshme, ne ishim në 2013 dhe ndodhi ajo lloj përmbysje. I kishin të gjithë. Në qoftë se qytetarët e shikojnë të rrezikshme këtë situatë. situatë. Ishte tjetër histori. Politika shqiptare i ngjan një penduli. Nuk ndihet mirë në qendër, por shkon gjithmonë në ekstrem. Unë mendoj që dhe kur shkon në ekstrem, pra sa më i fortë bëhet pushteti, në mënyrë paradoksale është aq më i dobët dhe i cënoshëm. Unë mendoj që problemi vetëm këtu është politik. Arroganca e Ramës ka mundësi të shkojë. Ka të bëjë me individ, por jo me strukturë. Ka të bëjë me individin i cili mund duket i pakontrollueshëm. Jo, pa, çdo individ më demokrati, në qoftë se ti jep pushtet të pakufishëm. Ja, kuptoj, po unë e shikoj si natyrë. Plus që Rama nuk njihet nga ata që unë e shikoj si natyrë devijante pushteti Ramës, sepse ka dhe njerëz normal që devijojnë, po unë atë e shikoj në premis. E shikoj si natyrë devijante dhe ka prirën për të mos ndarë pushtet edhe aty ku ka. Roli i LSI-s është shumë e rëndësishme që ta thënë, pak unë kam bindjen time këtë gjë që është fat për ne që LSI-ja është në koalicion me zotin Rama. Unë jam i kritik i madh i LSI-s, po imagjinoj sa keq do ishte sikur Rama të ishte kryeminist me 71 vota vetëm. Për mua do ishte shumë problem sepse Rama në vimësi, prej 3 vitesh e gjysmë, po të shohësh edhe retorikën, ligjërimin, aktet që ka marrë, që ka ndërmarrë. Pra, është prej atyre politikanëve që e kanë pasion uzurpimin e pushtetit, pas zgjerimin e kompetencave. Kemi disa akte normative që janë rrezuar nga gjykata, kemi vendim të qeverisë për kodin e celularëve, kemi marrë kompetencat të presidentit që përmendi Erli me anë të ligjit për dekretimin dhe emërimin e generalëve, edhe shumë akte tjera. Edhe Meta, LSI-ja është një parti e cila nuk pretendon ndonjë lloj misionarizmi në Shqipëri. Është një parti e zakonshme dhe Meta është një politikan shumë i fortë, por që bën politikë, si më thënë, sipas stilit tradicional shqiptar. Edhe kjo është për mendimin tim gjë e mirë. Për të hyrë pak në teori, domethënë, nuk do ishte më mirë. Çdo të thotë politikë tradicionale në Shqipëri, më fal. Se tradicionale me çdi unë është ajo me jatagan, me dy fek. Kur thënë tradicionale, kam përshtypjen tradicionale nuk është edhe komunikojë. Nuk do ishte më mirë. Një copë udh bashkë. Po mos më merr Meta se është kjo. Meta është politikan që lun shumë me këto lojën e shahut, lun shumë. Pikërisht se nuk më ngjan tradicionale. Nuk do ishte tipiku i këtij politikan. Sa kuptova ju e thoni që Meta është një lloj sigurese e pushtetit. Ka qenë siguresë me Berishën në siguresë. A nuk do ishte më mirë që siguresën ta kishim institucionale? Në të pikë kemi se po kalojmë ja japim gjitha kompetencat atij që ka pushtetin dhe themi inshallah si do çohet Meta sot në mëngjes. Mendon se ka diçka që do ta themi. Presidenti i ri që do dalë do të jetë disa herë më i dobët se presidenti aktual, sepse ndryshimet kushtetuese që u bën për reformën e drejtësisë i kanë hequr atij kompetencën bazike kryesore me anë të cilës ai është një lloj garanti kushtetues. Emërimin e gjyqtarëve të gjykatës lart dhe gjykatës kushtetuese. Dekretimin mbasi votoheshin në parlament. Propozimin dhe dekretimin. Pra nomini, pa ai pra e bën, nga ai iniciuar. Dekretimi ishte një akt tërësisht formal. Të lutem Lorenz, nuk është akt formal, ai është consent and advice është parimi, pra presidenti e propozon emrin edhe parlamenti e rrezon ose e miraton. Pra presidenti ka mundësi të e rrezon ose bëhet fjalë për ato 71 votat atje. Kush i ka ato 71 vota kontrollon edhe dorën e presidentit kur ve firmë. Të lutem. Jemi qartë të punë. Por derisa presidenti dërgon në parlament një njerëz, të cilin nuk e do shumica, pra ai është duke bllokuar shumicën nga uzurpimi i një kompetence që është marrja e gjyqtarëve të gjykatës lart. Nesër presidenti nuk do ta ketë fare këtë kompetencë. Pra parimisht, nga i pamë kushtetuese presidenti është zhveshur nga pushteti më kryesor që ka, emrimi i gjyqtarëve në gjykatën lart, në gjykatën kushtetuese. Kështu që sa për sigurisë, unë mendoj që siguresa e vetme që mund të bëjë LSI-ja shfaqje tiranike të pushtetit madh është që ajo të jetë në koalicion. Edhe nesër me Bashën që do shkojnë në koalicion, edhe sot me Ramën do jetë e frikshme, do ishte e frikshme nëse Rama do ta mëronte Metën president, po themi. Kemi hequr sindikatat, kemi hequr institucionet dhe jemi duke shkuar mua vetëm demokracinë. Është komprometuar shoqëria civile. Është komprometuar, do të thonë jemi në një situatë po duhet edhe bota universitare edhe media është gjithashtu. Jo, po janë institucione që neve po pajtohemi me lëshimin e tyre, mos s'ka ç'i bën, le ta marrë presidenti, s'ka e ka. Jo, nuk po pajtohemi, po ata kanë zhveshur nga kompetencat dhe tashmë ai nuk mund të luajë dot më një rol të madh.
Presidenti, kjo se heqje emrimin e gjyqtarëve, çfarë roli tjetër ka? Ka se ja ku ktheu ligjin e plerave dhe të paktën e krijoi me mbështetjen e shoqërisë civile e krijoi. Aq i dobët sa është, e krijoi një problem për majorancën. Sa më shumë darë të pushtetit aq më mirë. Check and balance thatë ju ka të bëjë me ndarjen e gjyqësorit, ekzekutivit dhe legislativit. Këtu presidenti kishte një rol tek gjyqësori, që mund ta mbante, si më thon, të pandikuar disi nga ekzekutivi, sepse kemi një president i cili po zhvishet edhe nga gjyqësori. Duam, s'duam, ne dim si lëvizin gjërat në Shqipëri. Kjo majorancë do ndikojë shumë edhe në emrimin e gjyqtarëve, në të gjyqësorit dhe të drejtësisë. A janë me një president i cili do zgjidhet akoma më i dobët se sa Nishani, cili do qoftë, pavarësisht se Lenci mendon që emrat të caktuar mund t'i japin peshë. Shqipëria po shkon drejt ditëve të zeza të demokracisë. Jemi në një sistem ku e vetmja gjë që na ndan neve, votojmë 3 persona një herë në 4 vjet. Nuk mendoj që do ketë një ndryshim thelbësor, fjala vjen nëse në vend të zotit Nishani do jetë zonja Kodheli ose zoti Vasili, për sa kohë palët kanë rënë dakord fatkeqësisht edhe me miratimin e faktorit ndërkombëtar, sepse edhe kjo që përmendi zoti Zekthi, reforma në drejtësi, jo thjesht i hoqi kompetencat presidentit të Republikës, por asnjëherë nuk është pyetur si kryetar i Këshillit të Lartë Drejtësisë për po them mendimin e tij ose opsionet e ekspertëve të presidencës për këtë çështje. Është lënë më një anë, mund ta themi që është injoruar krejtësisht, por unë mendoj që nuk do ta kërkojmë shpëtimin, le të themi, nga presidenti. Vetëm pak javë më vonë do janë zgjedhjet e 18 qershorit, dhe pavarësisht se këto institucionet në këtë vend janë dobësuar me kalimin e viteve, fatmirësisht ose fatkeqësisht zgjedhjet zhvillohen një herë në 4 vjet ose bashkë me zgjedhjet e pushtetit vendor një herë në 2 vjet. Dekadën e fundit, po themi, paktën unë besoj këtë, vota shqiptarëve nuk është tjetërsuar pavarësisht problemeve të rënda që kanë proces zgjedhore në këtë vend, manipulimeve, po themi blerjes votës etj, nuk është tjetërsuar vota. Demokracia nuk është vetëm votim një herë në 4 vjet. Jo, pa diskutim, por unë në 18 qershor janë zgjedhjet. Kjo është një po themi një përgjegjësi e përbashkët. Në fundit ne shqiptarët jemi mësuar që ta bëjmë rotacion një herë në 8 vjet, ne mund ta bëjmë një herë në 4 vite. Kjo ndoshta ndihmon demokracinë, pra nëse ti e bën rotacionin një herë në 4 vite, në përfundim të vitit 2013 isha një studio dhe në pyetën pikërisht për këtë që çfarë prisin kjo majorancë me 1 milion vota etj. Edhe mes tjera thash këtë që shqiptarët ndoshta ka ardhur koha që mos ta bëjnë rotacionin një herë në 8 vite, por ta bëjnë një herë në 4 vite dhe ndoshta kjo e ndihmon edhe forcimin e institucionit të presidentit, edhe forcimin e gjykatave, po themi, edhe forcimin e institucioneve në përgjithësi. Pra kemi të bëjmë me një situatë bashkëfajtor dhe bashkëvuajtës. Nuk besoj që institucioni i presidentit është shpëtimtari, nëse shqiptarët kanë konstatuar mungesë demokracie dhe lirie, ne këtu si gazetarë, nëse kemi konstatuar, fjala vjen, mungesë lirie, demokracie në krahasim me 4 vite më parë, jemi të lirë të votojmë rotacionin. E vërteta është që mandatet e dyta në Shqipëri gjithmonë janë matematike pa asnjëherë morale. Asnjë majorancë se ka merituar mandatin e dytë, të themi të drejtën. Socialistët ishin tepër të korruptuar, po neve kemi qenë pa përgatitur psikologjikisht që të binim demokratët dhe njëjta gjë me demokratët në mandatin e dytë. Teorikisht nuk ka pse të jetë kështu. Në vitin 2009 mos gaboj, paradoksalisht, Partia Demokratike me këtë sistem aktual zgjedhor, mos gaboj, ka mandatin, ka, po them, rezultate më të lartë, ka marrë 69 bashkë me Partinë Republikane, mos gaboj, 70 vota. Pra ka marrë 69 mandate, ndërkohë që Partia Socialiste në përfundim të 8 viteve të gjatë opozitës, pavarësisht se mori 1 milion vota, ka marrë vetëm 66 mandate. Pra kemi një paradoks. Kështu që kjo mbetet për ta vlerësuar në fundit shqiptarët. Jam dakord me ju, zoti Hila, që në një këndvështrim mandatet e dyta kanë qenë, po themi, ndoshta her pas here të pamerituara, por fakti që i kanë marrë mandatet e dyta, prandaj them kemi të bëjmë me një situatë bashkëfajtor dhe bashkëvuajtës. Nëse ne vijojmë dhe votojmë njëjtën parti, nuk ka rëndësi kush është PD, ose nëse vazhdojmë votojmë njëjtën parti dhe nuk e diversifikojmë, po themi, votën. Ka 65, mos gaboj, ishin 65 parti, në fund ke 26 vjet voton një parti, po provoje, jepe një parti tjetër. Kjo ndoshta ndihmon, kemi një imobilitet të frikshëm të elektoratit.
Prandaj se nuk mund ta kërkojmë shpëtimin. Ajo do ta dinamizojë nga presidenti ose sa kush e ngriti zërin kur u bën ndryshimet kushtetuese në vitin 2008, shumë pak veta. Mos gaboj, në vitin 2008. LSI-ja dhe shumë pak të tjerë, gazetarë, po themi shoqëria civile, profesorë që u përmendën këtu. Po doni president, deputet, prandaj them që nuk mund të rrim, domethënë, mbas 26 vitesh dhe t'ia vëmë fajin sistemit ose të kërkojmë shpëtim nga presidenti i Republikës. Fatmirësisht siç e përmendë, kjo kurishtohet edhe sepse çfarë po ndodh. Vet partitë e mëdha flas. Në një farë mënyrë kanë shku drejt një lloj atrofizimit të dinamikës brendshme të zhvillimit të jetës politike të një partie. Për shembull, ju dini se sa plurale ka qenë Partia Socialiste dhe sa begat një ide, debate nga herë në mënyrë të egzageruar, spektakolare të tjerë, por gjithsesi ai ka qenë pasuri në vetvete. Është zhvilluar shumë mirë, ka pas sukses elektoral, edhe Shqipëria ka pas më tepër përfitim nga pikpamja ekonomike në atë periudhë. Profesor, nëse i referoheni arrim në një pikë, debat ideologjik apo jo? Jo, dakor, arrim debat ordiner apo jo? Nuk mund të quajmë vlerë çarjen e Partisë Socialiste në 2001. Jo, nuk është vlerë. Sa mbaj mendur një çështje ordinere që janë përmendur lavatriçe që sa përmendur. Besoj se e kishte të tjerë. Ndërkohë që Partia Demokratike demokraci të brendshme. Grupesh, rrymash, idesh e tjera. Demokracia brendshme nuk reflektohet për jashtë KPD-n. Ka pasur edhe debate cilësore brenda. Arrim në një minimumi votoj. Kemi rastin e Partisë Demokratike që kishim debatin Basha Oldashi, po themi për plase, kjo nuk reflektua në zgjedhje, ishte një garë deri diku reale. Partia Socialiste përjashton po them figurat të veta kryesore, sepse shprehin mendimin ndryshe, kritika. Po si shpjegohet, profesor? Kjo është problemi, si shpjegohet që një parti me mungesë demokratike, sistemi po degradon nga brenda organizmave partijake, po edhe nga jashtë. Dhe kur s'ka, sepse është vërtetë që kur ti heq gjitha sigurisë mbres, nuk ke demokraci të brendshme. Nuk ke brenda sistemit politik valvulash që bëjnë një lloj ekuilibri. Nuk ke mediat fuqishme, sepse mediat dihet që një pjesë kontrollohen, ka format të kontrollit tyre. Nuk ke shoqëri civile, fut në kontroll universitetet përmes ndryshimeve të ligjit. Sindikatat janë të zhdukura. Kush është garant? I vetmi garant i demokracisë, është paradoksale kjo, i vetmi garant i demokracisë shqiptare sot janë ambasadat e huaja. Të vetmi që bëjnë ndërhyrje dhe që m'japin mua një siguri që ky vend nuk mund shkojë pa pritur shkojë si Turqia e Erdoganit. Sepse edhe kjo nuk jam dakord pjesërisht, sepse në rastin e Dibrës për shkakun që patëm manipulim vote, ambasadat nuk folën fare. Ose në rastin e Ashashit, kështu që, domethënë edhe kjo është pjesërisht, mendoj unë. Pjesërisht është saktë. Në rastin e manipulimit zgjedhën në Dibër ose parëmundësive që konstatuan ambasadat nuk thanë asnjë fjalë. Ose mbjellës së Ashashit nga Veriu Jug nuk thanë asnjë fjalë. Roli ndërkombëtarëve, në rastin e Ashashit ndërkombëtarët thanë kishte edhe para 2013-s, ne jemi në vitin 2017. Ai tha është faj Saliu. Ka një përkeqësim të edhe fatkeqësisht edhe ndërkombëtarët kanë ka një përkeqësim të demokracisë, të paktën partisë madhe në pushtet, PS-s. Nuk flasim për demokracinë brenda LSI-s, sepse nuk besoj që ka demokraci brenda LSI-s, është një surrogato demokratike që ndodh brenda LSI-s. Megjithëse vazhdoj të them që është një parti shumë e domosdoshme, dhe shqyrë gjë e kemi. Ndërsa Partia Socialiste çfarë bën? Aty pati një fushat për rritjen e numrit anëtarëve në 150.000 vet. Ndërkohë askush nuk e di në fakt kjo parti mbahet me kuotat e anëtarëve me që po rrit numrin e anëtarëve apo mbahet me financime të caktuara, sepse mënyra si ajo parti financohet, prodhon grupin e saj parlamentar, prodhon dhe mënyrën si ajo bën politikë. Dhe mbi bazën e kësaj mënyrë si ajo ka bërë grupin parlamentar, ka bërë politikë, mbi këtë perspektiva ajo e qeverisë. Edhe kjo është arsye pse pastaj kemi gjithë vendin me hashash, edhe kjo është arsye pse ne kemi këtë lloj shkalle të thellë të mungesës së demokracisë ku një politikan i vetë si zoti Blushi i Partisë Socialiste as nuk votohet fare aty, por thjesht përjashtohet, po themi duke ndërtuar një tjetër kuptimin i ndryshëm nga unë, pra që nuk është fare socialist më tash, që flet si Berisha, që është si Berisha, që vjen PS-s do pushtet, kjo është luftë politike pastaj. Është problemi pse arrin që përjashtohet. Pse arrin këtu pra? Arrihet për shkak të mënyrës si Partia Socialiste ka bërë opozitën, të njerëzve që ka afruar, mënyrës si është financuar, apo atë mënyrës si e merr vendimin, se gjithë kjo mënyrë
drejtimit partisë, e vendimarrjes partisë dhe e ndërtimit të grupit të deputetëve do çojë domosdo tek parashtimi i Blushit, do çojë domosdo tek mbjellja me ashas e Shqipërisë, do çojë domosdo tek përpjekjet e vazhdueshme për të uzurpuar pushtete, sepse ka edhe vende diktatoriale që nuk mbjellin hashas. Jo, dakor, ky ka zgjedhur këtë gjë. Që i pushkatojnë ata që mbjellin hashas. Dritan ka diçka interesante. Thuhet që pushteti korrupton. Edhe pushteti absolut korrupton, absolutisht thot Lordi Ekton. Në fakt, lexova një ditë një fjalim të ish-liderit të opozitës në Myanmar, që ka marrë Nobelin dikur, Aung Suu Kyi, që ka qenë e cila po kthehet në një diktatore. Jo, ka problem me genocidin ndaj muslimanëve atje, po nuk mund ta them eksakt. Një 500.000 Ajo thotë diçka, dakor, po. Ajo thoshte tek fjalimi dikur. Derisa ka filluar genocidin më shumë diktatorë se ka që nuk di se kush ka. Ajo po e përkraste, nuk po flet për genocidin, kjo është gjë ndyrë dhe shëmtuar, po është gjë tjetër. Ajo thoshte vite më parë. Jemi duke folur për sa masakra kundër minorancës muslimane. Shikoj sa interesante ishte kjo që thoshte në lidhje me korrupsionin. Thoshte nuk korrupton pushteti, por korrupton frika e humbjes pushtetit. Pra njerëzit korruptohen nga frika e humbjes pushtetit dhe nga frika e ndëshkimit prej pushtetit që do marrin tjerët. Edhe në fakt besoj që kjo është arsyeja bazë pse në Shqipëri partitë janë kaq korruptuara nga frika e humbjes pushtetit. Lenci, flasim për personin çik. Jo, flasim për personin, do thosha diçka domethënë. Në një fushë të caktuar ka një valle të caktuar apo tango të caktuar. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 kanë sjell veç të tjerave një fenomen që ne në Shqipëri nuk votojmë më për emra, por ne votojmë për ngjyra. Dhe nëse bëhet fjalë për emra, ne thjesht zgjedhim atë që na kanë zgjedhur të tjerët. Domethënë, 3 liderët e partive kryesore dhe zgjedhin në emër të 1,5 milion shqiptarëve që shkojnë në kutitë e votimit. Aq është numri shqiptarëve që votojnë. Ajo që për Partinë Socialiste ngjan se e ka një mandat tjetër të sigurt. E Majta ka një mandat tjetër të sigurt. Zgjedhjet e qershorit kanë përshtypjen pa asnjë surprizë, nëse zgjidhet e vetmja enigm, i vetmi X i ekuacionit, domethënë që e Majta shkon e bashkuar në zgjedhje apo jo. Përjashtov vitin e largët 92, e Majta ka qenë gjithmonë majorancë në Shqipëri, por ka qenë një aftësi e jashtëzakonshme e Berishës nga njëra anë, bëhet fjalë për 5 deputetarë, të cilët për të kthyer mund t'i marrë dhe Idrizi dhe s'është më nevoja LSI-s. Për të kthyer të Majtën, të djathën në pushtet dhe aftësia e jashtëzakonshme e disa njerëzve të Majtës për ta lënë atë në opozit duke qenë shumicë në popullsi. Unë kam përshtypjen se letrat do të shkartisen nga pikpamja e raporteve të forcës ndërmjet palëve. Do të ketë një shpërndarje tjetër, një ekuilibër tjetër ndërmjet pjesëve përbërëse të Majtës, të pushtetit të sotëm, domethënë ndërmjet Partisë Socialiste, LSI-s, PD-jus, e ndoshta edhe ndonjë partie tjetër. Shikoj që do të ketë, ndoshta do të ishte e udhës dhe do të kishte pasur më shumë, nëse do të ishte kjo fjala e përshtatshme për të përdorur, nëse do të kishte një marrëdhënie të caktuar elektorale gjithmonë, ndërmjet Librës së Blushit dhe sfidës Bojaxhiut, ndërkohë që shikoj që e sigurt, megjithëse siguria është pronë vetëm e të marrëve në këtë botë, e sigurt është vetëm që opozita do të jetë po kjo që është. Nuk është shëndim. Nuk ka shanse të tjera, sepse nuk ka afruar. Sigurt në zgjedhje nuk ka asgjë, sepse vetëm që asa nuk bën zgjedhje. Jo zgjedhje, po asgjë s'ka gjë të sigurt, vetëm vdekja është sigurt. Doja të pyes. Të sigurt janë vetëm të marrët. Që kjo majorancë modestisht e përjashtoj vetëm nga kjo kategori, por të thash, nëse e Majta e bashkuar në zgjedhje, nuk ka asnjë shans teorik dhe praktik që opozita të rikonfirmoj diçka tjetër përveç se një 4 vjeç tjetër të mundimshëm dhe të vërtet në opozit. E dikosh problemi çfarë po ndodh edhe në Europë, që duke pas më shumë PR se qeverisje, shpesh herë ata që qeverisin bien viktime PR-it që bëjnë vetë apo propagandës që bëjnë vetë, dhe duke thënë që ne
jemi sukseshëm dhe populli na don, ne jemi sukseshëm dhe njerëzit na duan, fillojnë dhe besojnë vërtet që i duan dhe po bëhen gabime shumë të mëdha me parashikimet në zgjedhjet në Europë. Kemi rastin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi rastin e Britanisë, kemi rastin e Italisë, sigurinë e tepruar të Matteo Renzi që do merrte para Italinë, por doli që ishte një dështim të thatë. Pra duhet mendu Sarkozy apo nëse ishte zgjedhur në partisë ka logjik tjetër. Duhet menduar pra dhe ishte dështim se mendosh që do fitonte, megjithëse dihej që nuk fitonte dhe Fioni ishte i treti. Megjithatë Italia nuk pati një vot kundra, nuk u forcua opozita. Por ajo që po ndodh, ajo që po ndodh në Europë tregon që qeveriset dhe qeverit janë bërë viktimat PR-it tyre, sepse ka më shumë PR se qeverisje, ka më shumë propagandë se qeverisje, dhe bën viktima që besojnë vetveten dhe mendojnë që njerëzit e qeverisja atyre rezulton paqe suksesshme aty në pikën fundore ku reflektohen rezultatet e një qeverisje që është qytetari X, Y, sa kemi ne 2.800.000 qytetarë. Kështu që unë them që nuk ka kur farë siguri dhe mu duket se është një iluzion i propagandës që krijohet që këta Ka një problem. Unë mendoj që pak kënaqësi më të madhe, më sa unë e jetoj intensivisht jetën politike nga 90 akte, në kuptimin si votues, si qytetar, dhe unë mendoj që përveç qeverisë Adil Qarqani nuk ka pas në qeveri që të ketë pas më shumë mungesë konsensusi në nivelin bazë. Duke fillu nga po themi trupa politike që i ka dhënë pushtetin para 4 vjetëve, deri te gjitha ato shtresat e nuancume që vijnë nga qendra, nga herë dhe nga djatha që për arsye zhgënjimi kanë votuar martës. Do ta diskutojmë më vonë konturimin. Unë nuk mendoj që loja është ta që e mbyllur për propagandën socialiste që thotë ne funksionojmë mirë. Do ta diskutojmë më vonë konturimin. Por mendoj që loja varet nga mënyra si çfarë do hedhe opozita në lojë, a ka gur, do bëje në hap për të fituar zgjedhjet, do ndryshojë diçka, sepse mundet që 6 muaj mund të rezultojë ndryshe. Jo vetëm opozita, takohemi mbas pak. Publicitet. Murati, kauza 2013 ishte të heqin Berishën. Duket sikur, është ajo që thamë, mandati i dytë ka shumë pak moral dhe ka shumë më tepër llogari. Ku llogaria me sa duket janë votat e militantëve, rrjeti i interesit dhe kanabisi në zonat të caktuara që do funksionojë dhe këto zgjedhje për këtë majorancë, apo do kemi rrjedhjet e elektoratit? E vërtetë është që gjithë makineria e pushtetit duket që ka filluar që 1 apo 2 muaj para vitit të ri ka filluar fushata elektorale, jo thjesht me daljen në po themi terren, zbritjen terren deputetëve të smajtës, ndërkohë që djathët janë më të vonuar në këtë pikë, por çdo vendim, po ta shihni me kujdes, çdo vendim është në funksion të zgjedhjeve të ardhshme, edhe paralajmërimi që në nëntor i rritjes së rrogave në muajin mars, pra vetëm 3 muaj para zgjedhjeve, besoj që është në funksion të kësaj, pra fitimit të zgjedhjeve të ardhshme. Ne ka mjaft faktorë që duhen analizuar, po të parashikojmë ose po të flasim për rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. Para janë koalicionet, sepse vetë sistemi e detyron që ne le të themi të ndalemi shumë këtë pikë, pra konfigurimi i koalicioneve të ardhshme. Unë do doja të ndalesha më shumë te PS-ja, do me thënë do t'i mjaftoj PS-s, vote militantëve, rrjeti i interesit dhe kanabis. Ajo që duket është që ka një lloj vetkënaqësie, nuk kemi pse ta fshehim, nga ana e Partisë Socialiste që mund t'i fitojë këto zgjedhje edhe pa lëvizjen socialiste për integrim. Nëse mbani mend 2 vitet e para të kësaj qeverie, kryeministri përmendte shpesh tok fjalshin bashkëkryetari i koalicionit kur i referoi zotit Meta, madje edhe me një përkulje po themi gati fizike dhe me një respekt të madh, ndërkohë që ligjërimi i tij politik vitin e fundit nuk do të them, nuk do të përdor fjalën provokues, por ka qenë deri diku mos përfillës ndaj zotit Meta, herëherë me batuta dhe
edhe me deklarata, po themi, deri diku të paparashikueshme, siç ishte ajo për dasmën, ose fakti që shqiptarët e kanë qartë që unë do jem kryeministër edhe 4 vite të ardhshme, ose deklarata që koalicioni i ardhshëm do ketë 3 kryetar, pra do ketë 3 parti, ndërkohë që LSI-ja ende nuk është shprehur në këtë pikë. Unë problem nuk shoh më shumë, po themi, lëvizjet e qeverisë, por e shoh vërtet problem perceptimi që opozita është mjaft e dobët, flas politikisht, dhe ky perceptim fatkeqësisht na është verifikuar edhe në 2 garat e fundit elektorale, pavarësisht ato kanë qenë lokale, flas për Dibrën dhe Kolonjën, por diferenca e votave nga mazhoranca tek opozita na lë të besojmë që nuk kemi një revolt aq të madhe anti-Ram, saq ishte rasti, po themi, i votës anti-Berish në vitin 2013. Di që do kontestojmë këtë pikë, që ato ishin, le themi, gara lokale, por në fundit votuan rreth 30.000 vetë, pra një lloj kampioni ne e kemi, dhe thellimi i fitores Majtës Karshi kandidatëve të opozitës është shqetësues, po themi, duhet të jetë një këmban alarmi për opozitën. Por nuk është vetëm çështje numrash, por edhe mënyra se si po udhëheq opozitën zoti Basha. Në tërësi unë mendoj që opozicioni në këtë vend është deri diku anemik. Këtu përmendën, po themi, profesorati, media, shoqëria civile. Unë jam dakord që në krahasim me kohën kur ishte Berisha në pushtet, gjithë këto, po themi, faktorë ose aktorë janë goxha më anemik, por fatkeqësisht edhe vetë opozita shoh që disa herë opozita tejkalohet edhe nga ambasadori amerikan. Pra në shumë raste ne kemi deklarata më të forta për fenomene të kronikës zezë, ose të politikës ditës, ose të aktualitetit, pra. Shohim që kemi deklarata më të forta nga ambasadori amerikan, se çdo duhet kishim nga shefi i opozitës dhe nga përfaqësuesit e opozitës përgjithësi. Pra, nëse është e vërtetë që ka një, po themi, revolt ose një pakënaqësi të shtrirë në popull, në një feeling anti-Rama, atëherë opozita duhet ta kapë këtë momentum, por fatkeqësisht unë shoh që opozita e tanishme ka të njëjtat probleme që ka pasur edhe Partia Socialiste në vitin 2005-2009, ndoshta ndryshimi i kryetarit të partisë. Ka një problem leadershipje, jo? Plus që është faktori Berisha që na ka faktori Berisha, por edhe një lloj mungese stabilitetit brendshëm, sepse dihet që pushteti ka forcë gravitacionale dhe gjithë shkojnë atje, ndërkohë që opozita ka mbetur vetëm me, po themi, me 4-5 qendrestar deputet në parlament. Pra edhe ky problem ndoshta do të tejkalohet dhe ndoshta nuk uroj që të nevojitet opozitë, por ndoshta fatkeqësisht do duhet ta shohim prapë Partinë Demokratike në opozitë edhe për 4 vite të ardhshme. Vangjeli, për herë të 5 Partia Socialiste do të aprovojë ajo del dot pa LSI-n, thua? Këto zgjedhje? Jo, nuk e besoj. Përtej deklaratave, përtej emocioneve, shifrat janë shumë të ftohta dhe do ndodhi, besoj, sigurisht një lloj kuraje zotit Rama që mund t'ja dilte. Është pra deklarat, por jo shifra. Dhe nuk ishte një pro force brenda të majtës ajo, po ishte një pro force e drejtuar kryesisht ndaj opozitës dhe një tentativë për të treguar raporte ndërmjet të majtës. Por nuk ishte ky rasti dhe nuk ishte momente, sepse njëra palë ishte tërësisht e pa interesuar për një ndeshje të tillë. Nuk mund të fitohet një ndeshje në politikë në tavolinë. Unë besoj se do të ketë. Për batutën, po pavarësisht batutave është i kthjellët dhe e di që pa LSI nuk e kap dot bregun tjetër. Absolutisht po, absolutisht po. Do me thënë ka dy kauza të ndryshme. Ai është duke u lutur gati LSI-s, aman hajde në koalicion nëse shoh. Nuk e shoh kaq sigurt zotin Rama, e shoh bile të tensionuar, bile e shoh ndonjëherë edhe në ligjërim antidemokratik se thotë që nuk mund të bëhet gjithçka për 3 vjet, për 4 vjet, pra kërkon, si më thënë, të minoj thelbin e asaj që është llogaridhënia, pra thotë që mos më bëni përgjegjës për kaq pak kohë. Duke thënë një gjë të tillë, pra e ndjen që ka probleme reale përveç se hyn në real politik. Zakonisht, ata që kanë drejtuar Shqipërinë në fillim të mandatit janë fanta politik, nga fundi fillojnë edhe bëjnë real politik dhe fillojnë edhe i drejtojnë shifrave. Unë kam përshtypjen se ka dy kauzat të veçanta në 2 polet kryesore të politikës shqiptare. E para është ekuilibri i pushtetit brenda të majtës dhe
nuk është një shpikje shqiptare, ju thatë është anglosaksone, por është një e vërtet e thjesht, një aksion, gjithaqe thjesht që thotë që pushteti më i fortë është pushteti i ndarë. Pushteti i ekuilibruar. Ngjanë se pushteti i përqendruar në një dorë, të jep dorë për të ecur përpara, por është të merr në qafë, për ta thënë me një fjalë tjetër. Pra kjo do të ndodhë tek e majta, ndërkohë që e djatha do të ketë një kaos tjetër pak më minore, që është rikonfirmimi ose jo i zotit Basha në krye të Partisë Demokratike. Mark, ju keni qenë deputeti me që më nëzorë zotin Basha. Dakor. Zoti Basha është edhe imi. Është më tepër i Markut, kam iden. A ka një problem leadershipi në PD? Shiko, mendoj që momentalisht nuk ka. Sepse ditë çfarë është, cili është problemi është një problem perceptimi. Të gjithë i gjykojnë liderit e zgjathës sipas modelit Berishës. Do të thënë kërkojnë te Basha atë që kërkonin diku që janë mësuar të shohin për 25 vjet te Berisha. Në mënyra se si progreson drejt pushtetit, njëri apo tjetër janë të ndryshme. Ne jemi dëshmitar se si Berisha. Një fjalë po foli merr kamera. Shiko, dakor, lideri karizmatik është tjetër lloj lideri. Basha është lider burokrat, ajo ka të bëjë me natyrën. Ai që sistematizon vendimarrjen. Ajo ka të bëjë me natyrën e Berishës. Berisha është tip që një politikan i teprimeve në gjitha kuptimet. Kështu që edhe në momentin që ndoshta do duhet ishte më abstenus në politikë, ai atë natyrë ka. Po unë mendoj që kjo nuk e dëmton Bashën. Pse? Sepse aty Basha nuk ja ka marrë partinë Berishës. Kjo dihet, është i fakt. Pra është ai që quhet kalim pushteti me kompromis. Dikush largohet dhe ja lën pushtetin dikujt tjetër. Ka ndodhur edhe në kohë edhe transferime regjimesh, pushtetesh nga një regjim tjetër, por ndodh edhe brenda partive. Pra nuk është një lider siç po themi Rama ja mori Nano, Nano u tërhoq në fakt se ja mori, po Nano ja lëshoi totalisht, kur u tërhoq totalisht dhe ja lëshoi Ramës praktikisht partinë. Ose rasti Sarkozys ja mori Shirakut, ja mori partinë nga dorë, ose Merkeli që ja mori e caktoi Helmut Kohli, po pastaj ja mori pushtetin. Ky është një rast që ka ndodhur shpeshherë, që është një kalim pushteti me kompromis. Domethënë largohet një lider që ka bie një qendër pushteti, krijohet një qendër tjetër. Dhe nuk duhet kërkojmë. Dhe nuk duhet, se edhe kur analizojmë opozitën e Bashës. Neve shikojmë që ka disa njerëz që po i fusin Shkopin në rrotën Bashës. Dhe ky nuk është mendim ndryshe, është tjetër mendim ndryshe tjetër ti futu Shkopin në rrota. Unë jam i sigurt. Mospranimi i liderit. Shiko, unë jam i sigurt që as Berisha, unë jam i sigurt që as Berisha nuk ndihet mirë që dikush tjetër drejton Partinë Demokratike. As Basha nuk ndjet mirë që ka një figurë si Berisha që... Jo, nuk po flasë për Berishën, unë po flasë të tjerë, ke zonjën Bregu, ke zotin Ruli, të cilët kanë bajtur qëndrime, Selamin që kanë bajtur qëndrime... E di ku do shifet, a do jetë Basha lideri i Partisë Demokratike vërtet? Tek fushata që do bëj. Unë them të lista e deputetëve. Të lista e deputetëve, jo edhe të lloj fushatës, dhe të lista. Pra, duhet ta lëm Bashën që të tregoj a do jetë apo zë jetë, por nuk ka qenë prova e Bashës. Nuk ka qenë prova e Bashës deri tash, prova e leadershipit. Prova e Bashës do jetë në qoftë se Basha, edhe prova e Berishës njëherësh, pra deklaratat e Berishës do jenë apo zë jenë të vërteta ato që ka thënë që unë nuk përzihem etj, do jetë në momentin që fillon fushata, përcakton listat, përcakton ekipin politik, përcakton strategjinë dhe taktikat politike. Këtu do shifet Basha. Dhe këtu do shifet edhe se çfarë do paraqes Basha para shqiptarëve. Se thuhet nuk ka bërë opozit. Basha nuk mund të bënte opozit si Berisha. Do ta diskutojmë, mos i shkartisim temat. Jemi duke folur për leadershipin e Bashës. Natyra e Berishës. Para 2 javë, kryetari i opozitës tha që protestat janë modeli vjetruar, ndërkohë që do di si e mendoni ju, por nuk besoj që mund të flitet kështu. Protestat me gur dhe me vezë do të janë vjetruar. Protestat demokratike janë mos normale. Më fal, dua të pyes zotin Zek. Nga pikpamja taktike, nuk do thot një lider opozite janë vjetruar protestat. Më fal, nuk di që Berisha ta kenë sjellë në pushtet protestat. Berisha ka në pushtet sa herë
është hapur dhe shoqërisë e ka për lëvizje politike të pastra që i ka dhënë një garanci. Edhe zotin Rama e morën seriozisht pas vitit 2011, profesor. Nuk di deri më sot ndryshim pushteti që nuk kalon nga Mamia e Dhunës. Nuk di ndryshim pushteti që nuk kalon nga Mamia e Dhunës. Të jemi, domethënë, protestat shërbejnë atë që tha Eli, së pari për të vendosur leadershipin dhe u morë seriozisht që lloj të legitimitetin brenda partisë. Por ajo që dua të pyet diçka tjetër. Kemi të bëjmë me një leadership i cili në rastin e zotit Basha është një leadership thonë që e drejton partinë soft, megjithatë në mënyrë të butë. Po e kemi inekzistent në jug. Partia Demokratike është inekzistente në jug. Kemi deputet të vjetër që kanë 26 vjet në politikë që i fusin shkopin në rrota, vazhdimisht. Qa lloj politike që diskreditojnë dhe janë pjesë, ka një peshë shumë të madhe në mosbesimin që ka elektorati ndaj PD-s. Kur i shikon ata figura, që janë figura të cilat e kanë konsumu PD-n, që janë edhe simbole të abuzimit të PD-s me pushtetin, dhe normalisht që praktikisht kjo krijon një mosbesim të... Ta le të flasë zoti Zektis, ty të kapi pasioni, po unë dua të dëgjoj një mundje të ftohtë. Qa lloj leadershipi është kjo? Shiko, për mendimin tim, unë... Pa pasion. Do përpiqem ta them pa pasion vërtet. Jo. Të lutem. Çfarë po u përgjigja dhe unë në një moment kështu domethënë. Çfarë lloj leadershipi është? Pa pasion thash. Ky është një leadership pa pasion. Është një lloj leadershipi që nuk kërkon ta fitojë legitimitetin nëpërmjet karizmës. Mund të jetë mirë apo keq, kjo është gjë tjetër, e diskutueshme, edhe mund të dështojmë me këtë lloj stili është punë tjetër. Llojet e leadershipit në sociologji politike janë dy. Ai që fiton legitimitetin nëpërmjet karizmës dhe ai që fiton legitimitetin nëpërmjet burokratizimit të vendimarrjes. Më fal, si e mendon ti? E mendon vetëm duke dalë te tribuna e PD-s, duke denoncuar dhe duke bërë vetëm 2 mitingje në 3 vjet? Jam kundër denoncimeve, absolutisht, edhe nuk më pëlqen fare që Partia Demokratike merret gjithë ditën me denoncime. Do doja që të ishte më i qartë në formësimin e një alternative dhe të një ekipi njerëzish që do jenë opozita e nesër ose qeveria e nesërme, po të paktën opozita e sotme një herë. Por nuk është të gjë. Megjithatë besoj, kjo vjen për shkak se zoti Basha mori partinë drejtuar nga zoti Berisha, një parti e një lideri karizmatik, i cili, pra legitimiteti fiton nëpërmjet karizmës, pra është lideri që nuk gabon. Lideri që i di të gjitha, lideri i pagabueshëm dhe askush nuk e vën diskutim këtë lloj leadershipi. Edhe zoti Rama është një lider i tillë, edhe zoti Meta është një lider i tillë, kështu ka qenë edhe Verhoxha, kështu ka qenë edhe Nana me radhë. Basha nuk është ky lloj lideri, pra Basha si vjen në diskutim ajo që thotë. Pra nuk është lideri që i di të gjitha. Dhe për mendimin tim, kjo është gjë e mirë. Është tjetër ta vjen në diskutim dhe tjetër ta sabotoshe. Është sabotuar në momentin e qeverisë teknike në korrik. Është sabotuar në momentin e Po, sepse ata njerëz nuk e shohin veten. Është ndryshe diskutimi. Dhe të ardhmën e tyre brenda Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Basha. Po kjo mendoj unë për problemin e tyre dhe jo për shkak të zotit Basha, sepse ata janë mësuar që të jenë në parti kur partia drejtohet nga një lider karizmatik. Pra ata s'po thonë janë njerëz që duhet të rkasin liderin. Një lider i cili e sistematizon, e burokratizon vendimarrjen. Pra lideri po themi sipas asaj që thot Max Weber i rutinizues. Ata nuk gjejnë vend të ky lloj lideri, mendoj unë. Kjo është një arsye. Një arsye tjetër, duket shumë teorike Lorenzo di, po jo, s'po them gjë, flasim, Një arsye tjetër është kjo. Po të flisim në terren më praktik. Po pra, në terren më praktik është kjo, pra. Ata janë njerëz që nuk e shohin veten të rëndësishëm në politikën e Partisë Demokratike nesër. Jo, në rregull. Pra nuk e shohin veten tjetër deputet. Tënde, pastaj të tani do thosha dy fjali. Disa prej tyre. Edhe Basha nuk mundet t'i përjashtoj, edhe nuk mundet të sillet keq me ta, sepse do niste një luftë nuk di si do mbaronte. Pra ati duhet ta konsolidojë pushtetin me stilin e tij. Me cilin nuk e dinte si do mbaronte lufta e kryetarëve. Aty është grupim jo i vogël njerëz që janë kundërshtarë të zotit Basha. Mund të reagojnë. Kam ide që në Partitë Shqiptare po i preve kokën njëri të tjerë të rinë sus. Nuk shikoj që janë. Mundet. Nuk e di. Unë mendoj që një parti në opozitë nuk ka luksin të hyjë në debatet brendshme duke përjashtuar deputetët, duke hyrë në kësi. Duhet të hyjë në momentin që duhet konfirmuar kush është lideri një herë. Kjo. Po besoj se e ka shumë të seksuar diskutime e leadershipit. Zoti Basha është lider dhe ata që janë kundërshtar nuk e mohojnë faktin që ai është lideri. Pavarësisht se sillen Opozita e zotit Basha është një film i parë një herë në Shqipëri. Mjafton të shikoni opozitën e zotit Rama në vitin 2005-2009. Zoti Basha është kryetari i Partisë Demokratike, por me një parti të trashëguar. Dhe partitë të trashëguar kanë parasysh kryesisht grupin parlamentar. Janë njerëz të zgjedhur nga zoti Berisha.
Zoti Basha duhet të luaj. Këtë pra thash, duhet të luaj. Me fjalë të tjera thash këtë gjë. Pra unë po përpiqem të them me fjalët e mia një gjë. Po përpiqet të luaj muzikën e tij me instrumentist, më fal vetëm një çast. Me instrumentist. Dua të mbështesni diçka dhe nëpërmjet një pyetje. Zoti Rama u mor seriozisht në Partinë Socialiste në momentin sepse kishim një kakofoni ku Petro Koçi fliste për qefën e vet, Ben Blushi për qefën e vet, bile e mbaj mend që Ben Blushi fliste nga Amerika dhe zoti Rama tha, këtu do flas vetëm unë tha. Dhe pastaj që doli shpreha e famshme e Blushit që është një parti mos i fol shoferit. Po nga i moment filloi u mor seriozisht Rama. Deri në atë moment. Kjo nuk është i gjemja. Jo, atëherë unë po ju them që zoti Rama filloi të merrej seriozisht në parti shumë më herët dhe u kuptua serioziteti i tij dhe opozita e tij në janar të 2009-s, kur sipas sondazheve të besueshme në atë kohë, Partia Socialiste ishte 8 deri në 9 pikë përpara Partisë Demokratike, që i humbi me radhë derisa të vajtën barazim në qershor, kur filloi të përgatiste listën e deputetëve, të cilët ishin tashmë njerëzit e tij. Pra edhe zoti Basha po bën të njëjtën gjë. Kam përshtypjen se më shumë se protestat e munguara apo të deklaruara në sheshe, në mitingje. Më shumë se rezultate të pjesëme elektorale në ndeshje, në dibëra, nërse ka kudo tjetër qoftë. Më shumë se mënyra e formulimit të verbit politik dhe opozitar të zotit Basha, ai duhet parë dhe studiuar mënyra e sjelljes së tij tek prurjet e reja që ka sjell. Unë po ju them në mënyrë shumë modeste, kam parë të rinj të ftuar nga zoti Basha në parti, të cilët frymëzoi TPS-ja, frymëzoi Shalci apo drejtorët e bashkisë që prurin në PS. Një sekond. Absolutisht pra. Plus ata nuk janë drejtorët e bashkisë frymëzuan TPS-ja. Po flas për modelet. Janë dy modele të njëjta. Gara e vërtet e zotit Basha, po ju them edhe një herë, është të fitoj partinë. Nesër të ketë një grup parlamentar të tij. Ngjajnë në mënyrë dramatike me njëri tjetrin. Një lloj si Rama, edhe ai është jashtë parlamentit dhe në parlament luhet. Ajo e entja është shumë herë më e rëndësishme. Loja brenda. Më fal. Ajo që po të them është dhe ndaj jam skeptik për një rritje të mundshme të Partisë Demokratike nesër apo ardhjet të saj eventuale në pushtet, sepse nuk e shikoj. Mbas e gaboj, por unë nuk e shikoj këtë gjë. Dhe po ju them edhe një herë, pikërisht atje ku ma lat ju, zoti Basha do të qortohet apo duar trokitet për shkak të prurjeve të tij. Dhe duke rimar diçka nga zoti Marku që tha pak më parë, unë kam parë, nuk dua të përmend emra, të rinj atje të cilët janë më pleq se shumë kush tjetër. Në të menduar, në të folur, kopje e kopjes. Absolutisht jemi dakord. Kopje e kopjes. Do me thënë, më shumë se komike është tragjike, më shumë se komike kjo është tragjike, por mirë apo keq, kjo është ajo që do ndodhë. Mirë apo keq, kjo është ajo që ndodhi dje, ajo që ndodhi dje me opozitën e zotit Rama. Ju përmendët një emër si zotin Shalci. Për tej pjesës personale që ka të bëjmë më tepër me njohjen time më të thellë ndaj këtij personazhi. Ne po flasim politikisht që nuk ishim personazhe që Politikisht sepse nuk ishin politikanë, ata ende nuk janë politikanë. Nëse bien dakord që votohet sigla, nëse bien votohet se ne ram konsensus që votohet sigla. Nëse bien dakord që votohet sigla, nuk ka rëndësi Shalci apo Saliani. Ka shumë kur thash shumë faktorë tjerë tani, po me që më dha fjalën. Okej, më dha fjalën. Jo, më dha zoti Hila fjalën, mund ta mbaroj patjetër. Vazhdova ta kisha. Nëse më lejon. Të lutem. Okej, dakor. Po pra, jo, të bindem. Ajo që po ju thosha është ne ende nuk... është problemi vetëm mos përsërisim sepse... Rendim bas vetëm 3 individve, të cilët janë nën projektor dhe gjithë pjesa tjetër. Po këta janë, po hoqi Shalci dhe pruri këmbë, si e njëjta gjë do jetë. Mendoni se bën diferencën? Më fal, dhe ne nuk kemi. Ose pruri një herë vim Bushati, kush i njeh? As kanë shkruar një artikull, as është se përfaqësojnë ndonjë shumicë votash në ndonjë zonë elektorale. Zoti Rama ka bërë atë gjë që ju a thash që në fillim, dhe unë tani po tentoj dhe njërë të përsëris një gjë që ju a thash. Në pushtet, si rregull janë emëruar njerëzia. Dhe ndaj kanë ardhur edhe anonim, edhe merhum në datë së dish, me fjalën e vjetër të Imzot Nolit. Njerëzit bëhen në opozit. Dhe...
Rama me ata që shkojnë në 2009, me ata fitojnë në 2013 për shkak të matematikës elektorale, nuk i fitoj as për karizëm të Ervin Bushatit, as për karizëm të Eduard Shalqit. Në Shqipëri nuk ka vot pro, por ka vot kundër. Në Shqipëri na bën bashk urrëtia dhe jo dashuria. Kjo është tjetër gjë. Dhe shkolla e vetme në të cilën duhet të kaloj për të formësuar një politikan. Unë nuk di të them më shumë se 9 emra që janë në Tiranë të tillë, që kanë stofin e politikanit, është sakrifica. Eli, a ka kush nuk ka ecur në këtë tunel, zoti Hilla, po jo, ti nuk ma dëgjove këtë. Jo, nuk është teorike, por është shumë praktike. Vetëm nëpërmjet sakrificës Berisha arriti të bëjë atë që bëri. Vetëm nëpërmjet sakrificës bëri Nano që drejtoi vendin, është një emër i haruar sot për ju, dhe vetëm se bëri sakrificë një 4 vjet, ose më saktë 2 vjet, Edi Rama në pushtet, erdhi në qeverisje. Rama s'ka bërë asë një ditë sakrificë ka qenë gjithmonë në bashki. Një 2 vjet, 2011-2013. Ishte një lloj burgu i artë. Zoti Meta gjithashtu, ndoshta më gjatë se gjithë këta të tjerë të marrë së bashku, dhe zoti Basha duhet kaloj patjetër në këtë tunel, nëse do t'i qaset pushtetit, i cili ju dhurua në 2005. Ju dhurua shumë vetave. Është fituar me matematikë pushteti. A ka probleme leadershipe? Unë besoj që me shoh zoti Basha goxhat fort brenda Partisë Demokratike, nuk besoj që rrezikohet pavarësisht se janë dakord me ju që një pjesë e vogël e grupit parlamentar tenton, po them, të sabotojë dhe nuk përfshihet, nuk përshtohet edhe ndonjë flirt politik. Lider i dobët, Shiko, kjo mund të perceptohet edhe këto zërat kundër mund të perceptohen edhe si demokracia e brendshme brenda Partisë Demokratike, që ka disa individ, po themi, eksponent të kësaj partie që dalin kundër, po themi, mendimit të kryetarit. Por unë nuk mendoj që emrat caktuar, prurje të vjetra ose të reja mund ndikojnë në rezultatin final të një garet përgjithshme parlamentare, por besoj që sjellja e liderit politik, dhe këtu do ndalesha pak e reformën drejtësi dhe po them refuzimi që Partia Demokratike ka bërë gjithë kësaj pakete të hartuar dhe sponsorizuar nga Ambasada Amerikane dhe nga Bashkimi Evropian, për mendimin tim është një nga faktorët që perceptimi përgjithshëm sot për Partinë Demokratike është që nuk ka mundësi të vijë në pushtet në 18 qershor, sepse ne jetojmë këtë vend vogël, që opinioni ambasador amerikan ka shumë rëndësi dhe nuk është e lehtë thjesht lider opozite, kur ambasadori amerikan del në konferencë një herë në 2 javë dhe thotë unë jam i zhgënjur nga kryetari i opozitës. Tani a e ka fajin ambasadori amerikan që bën deklarata të tilla politike? Pse duhet ta mitizojmë ambasadorin? Jo, nuk po e mitizojmë, por po themi, unë po them domosdoshmë prandaj shtrova të dyja, por kjo është Kjo është realiteti. Megjithatë, unë mendoj që rezistenca dhe mënyra refuzimi i Partisë Demokratike për të miratuar reformën e drejtësisë, jo thjesht i ka prishur punë raport me ndërkombëtarët, por edhe e ka vendosur vendin në një paradoks, sepse ndërkohë që ka 4 vite që flet, siç është normale, për abuzime, manipulime elektorale, krime elektorale, vjedhje votash, hash në gjithë Shqipërinë, ka të pamundur të artikulojë një akuzë kritik ose kërkesë të vetme për prokurorinë dhe institucionet të drejtësisë për të bërë drejtësi, për të sjellë drejtësi në këtë vend dhe për të vendosur para bankës të akuzuarve qoftë ministra të korruptuar, po supozoj, qoftë edhe të ndëshkojë gjithë krime elektorale ose mbjelljen e shashit e tjerë. Nëse është e vërtetë që 91% e shqiptarëve nuk e duan këtë klasë mafioze që sundon drejtësinë shqiptare, atëherë mendoj që Partia Demokratike ka bërë gabim që ka dalë kundër reformës në drejtësi, në kohën që ajo është ka bërë oponentë e reformës dhe sponsorizuar. Bile ka ndihmuar të bëhet e mirë reforma. Ai ka bërë oponencën e ligjit dhe mendoj që ka bërë shumë mirë. Pa rezistencë e ligjit ishte katastrofë. Faktorët ndërkombëtar, mjaft aktorë të ndërkombëtar janë të shprehur, të zhgënjur nga sjellja e Partisë Demokratike. Tani ne mund themi që Partia Demokratike ka përmirësuar dhe unë bie edhe dakord me ju. Por e vërteta është kjo që Partia Demokratike i ka vendosur pengesë dhe populli këtë e percepton, sepse ai, dhe kur them ai, them ambasadori Lu, tha që do shihni politikanë korruptuar, media, po e shtoj unë, gazetarët korruptuar, po e shtoj prapun, ose
aktorë të rëndësishëm të drejtësisë, prokuror, avokat, që do i dalin kundër kësaj reforme, ose do tentojnë ta pengojnë, ta bllokojnë, se nuk mjafton vetëm ti të thuash me deklaratë politike që unë jam pro. Por qoftë edhe ti kur ti e ankimon dhe tenton ta vonosh, edhe ky është një gest politik dhe ky perceptohet, a është mirë apo është keq, nuk më takon mua dhe unë këtu nuk po demonizoj opozitën. Më mirë kuptoni, nuk po e demonizoj opozitën. Por këto janë vendime politike. Janë vendime politike. Dakor. Edhe Me gjithë po t'ishte për qarë CV e ka në departamentin e shtetit, Berisha nuk do vinte kur në pushtet në 2005, po është edhe vota po jo, ideja është të vinë më 18 qershor, sepse mbas 8 ose 12 vitesh patjetër që Zotit Basha besoj që do të vi dita për të bërë kryeministër. Por janë disa faktorë që përmenda që e shoh shumë të vështirë për të ndodhur situacioni. Është fatkeqësi, nuk po them që është një fitore e madhe që e Majta ka të sigurt mbas publicitetit do ta diskutojmë prapë. Zoti Marku, të kthehemi te leadershipi i Bashës, po në mënyrë telegrafike, sepse dua të diskutoj edhe ofertat e reja të tregut politik. Jo, unë mendoj që tash Basha ka mundësi ta tregoj vërtet e ka leadershipin apo jo. Dhe unë them prova është fushat elektorale dhe listat, për këtë s'kemi çfarë themi tjetër, po për rastin e reformës në drejtësi. Unë mendoj që gabimi i PD-s nuk ka qenë pse ka kundërshtruar reformën në drejtësi. Sepse një opozit normalisht, sidomos kur është pjesë e miratimit të reformës, do duhet kishte fjalën e vet, kontributin e vet dhe kontributi i saj ka qenë duke rezistuar. Dhe mendoj që reformës në drejtësi në fund të fundit ka pas vetëm të mira nga kjo vonesë. Sepse është trajtuar reforma në drejtësi si një tip aksioni revolucionar që do zgjidhte për 2 javë gjitha çështjet e korrupsionit në Shqipëri, që s'është vërtet fare. Sa më shpejt të zgjidhet mashtrim, jo, nuk mund të lutem, nuk mund të bësh një reformë, nuk mund të bësh një reformë. Po të kishim drejtësinë në rregull, do kishim ta mafiosë në drejtim. Atëherë ato pastrimet e shpejta bën siç po i bën ai presidenti i Filipinëve, kurse pastrimet ligjore kërkojnë një ligj të mirë, i cili duhet debatuar, duhet diskutuar, duhet kaluar nëpër disa filtra. Dhe mendoj që gjëja e parë, do gabimi i PD-s ka qenë e para që në fillim nuk ka hyrë me një strategji të qartë dhe ka hyrë shumë vonë në lojë. Dhe mendoj që duhet hyrë të qysh fillim lojë. Atë rezistencën që bëri nga mesi duhet ta bënte qysh fillim. E dyta, duhet kishte gjetë disa hapësira negocimi me faktorin ndërkombëtar, sepse shpeshherë është konsideruar sikur sepse atë që mos merrem me reformë drejtësie, vërtet që PR-i i Partisë Demokratike ishte shumë i dobët në kundërshtimin që i bëri. Nuk arritën të kuptonin se çfarë po ndodhte. Jo, ata kuptonin, po problemi është se deri nisën thjesht me idenë e të unë mendoj që ka shumë ligji. Unë mendoj që rezistenca ka qenë shumë e mirë dhe duhesh një rezistencë e tillë, sepse nuk mund të bësh një reforma më rëndësishme që ka pas shteti shqiptar, paktën në këto 25 vjet, të bësh pas një rezistencë. Komuniteti profesionistëve ka qenë jashtë lojë, apo jo? Ju keni parë në debat që kanë bërë korporata reforma në drejtësi. Jo, se është pjesë. Okej, për sa i përket PR-it të Partisë Demokratike. Atëherë unë mendoj për rastin e Bashës, se tek Basha nuk duhet kërkojmë një kopje të Berishës. Megjithatë ai tregon një lloj leadershipi në rezistencën që bëri. Ka një paradoks në atë që kërkohet nga Basha si lider. Nga një anë i thuhet që të shputet nga Berisha, dhe nga ana tjetër e kritikojnë se nuk është lider pikërisht se nuk vepron si Berisha. Pra nëse duhet, ka të drejtë, nëse duhet, mos i kërkojmë, jemi duke folur. Është tjetër autoriteti dhe tjetër diktatorship. Le ta presim ta shfaqen formën e leadershipit, kemi drejt i kërkojmë që të jetë lider. 6 muaj dhe 4 vjet është. 6 muaj, 4 vjet nuk e di, por ai duhet ta shfaqen në formën e vet, nuk kemi pse të presim ne që një, po themi 40 vjeçar, i cili në kohën kur ka hyrë politik Berisha ka qenë diku 10 vjeç, të ketë të njëjtin format politik siç ka Berisha, sepse janë breza ndryshme, mentalitete ndryshme. Mirë që nuk e ka. Dhe është fati mirë dhe fati. Jo, paradoksi është që gjithë ata që kanë kritikuar Berishën dhe kanë qenë kundërshtar Berishës, kritikojnë Bashën sepse nuk bën si Berisha. Pra duhet të kërkojmë tek Basha
një lloj lideri sipas mënyrës që ofron ai. Mark. Pa ligjërim të ashpër, pa protesta në rrugë dhe ku diun tronditjet mëdhaja në formën e tij. Dhe ka një bilanc. Nuk kemi pse t'ia kërkojmë bilancin tash bashkë. Iku kjo punë, e qartë. Kemi 3 oferta të reja. Libra e Blushit, sfida e Bojaxhiut dhe në një farë mënyrë ka njëri ringjallje, njëri shfaqje të agrare, sepse ka dalë një lider i ri. A mendoni që këto do ndryshojnë skakjerën e politikës shqiptare? Unë mendoj që më varet se si do organizohet Libra e Blushit në kuptimin në terren, si do funksionojë në terren. Por si formacion politik, unë mendoj që ka shumë mundësi që të tërheqë elektorat. Do t'i heqi llokma PS-s? Besoj që po, sepse po bën pikërisht atë çfarë PS-ja ka humbur në këto 4 vjet, kauzën e të majtës dhe kauzën socialiste. Po agrarët në një farë mënyrë, sepse ky ka qenë mik i Fatosmanës. Agrarët i shikoj pak si një lloj tip BDI-uje, ku diun edhe ata besoj që do marrin, por do futen edhe ata po imitojnë pak LSI-n, por janë edhe BDI-uja dhe Partia Agrare janë modele, do thoja, shumë minimale të një lloj të LSI-s, por nuk besoj se do arrijnë sukses të ndaja. Kurse për Bojaxhiun, unë mendoj që Bojaxhiu ka vepruar 2 herë, herën e parë arriti të kishte një farë simpatie qytetarëve të Tiranës, por ai aktivizohet vetëm fushata. Nuk mundet që një grup, s'ka grupe para njëri. Deri tash u bën nga zgjedhjet lokale. Nga zgjedhjet lokale konkurroi si kandidat i vetëm pas një kandidaturë për Këshillin e Tiranës, që do thotë i detyruar në fakt për të, s'kishte mundësi. Nuk e di prapë se është pak shkak të ligjit, është nonsens politik. Jo, ishte për shkak të ligjit, ai nuk mundi të bënte një listë. E donte protestë, por pastaj meqense e fitoi testën, pse nuk e krijoi partinë, pse e krijon partinë vetëm fushata, se u bërçan. Po mirë atëherë, jo, ideja, unë e shikoj pak tash, e shikoj pak me dyshim mënyrën se si futet në lojë vetëm në rast se fushatash. Unë s'kam pa deri tash informacion politik serioz që del në një fushat, kandidon, shkrihet, pastaj del prapë një kandidat. Është një parti të cilit ka momentin e njëjtë. Është një parti Blushin unë shikoj të strukturuar në kuptimin, po themi kështu, ideore, e shikoj shumë të strukturuar në shoqëri, problemi sa do ta materializojë. Unë do ta shikoj në një plan pak më të gjerë. Ajo që po ndodh sot në Tiranë dhe që është e dukshme dhe që në Evropë është edhe më e dukshme, që është një trend, është pakënaqësia gjithmonë në rritje ndaj elitave ekzistuese, të cilat në një mënyrë ose në një tjetër o e kanë zbehur demokracinë diku, o e kanë uzurpuar demokracinë diku, apo edhe e kanë denatyruar. Dhe ju mendoni që Blushi është pjesë e kësaj elite dhe nuk frymëzon? Blushi si shumë të tjerë, në mënyrë morale dhe materiale, ai ndoshta më pak se të tjerë, për shkak të mundësive, jetojnë me skelete në dollap. Të gjithë pa përjashtim. Thash edhe një herë, Blushi më pak... që bëri Henriku i parë, doni një të papërlyer i thamë në një kalamanin tim 3 muaj, se këta politikanë... Nga 3 partita që përmendi zoti Hila, vetëm Blushi ka një të re reale. Dy tjerat nuk kanë të re në të madhe. Ajo që doja të thosha është që në qoftë se këto 3 parti që ju thoni, gjen një mundësi koagulimi dhe arrin të drejtojnë dhe të thithin në vetvete pikërisht këtë lloj pakënaqësie, që është gjithmonë në rritje ndaj elitave tradicionale drejtuese në Shqipëri, të cilat janë pak emra, pak fytyre, që qarkullojnë, atëherë do të kenë një shans real. Sot politika ka ndryshuar, do me thënë, sot... Agron Dugën e mendon një rrezik që mund të marri kapitalin politik të Nanos, duke qenë se kanë qenë miq. Kam frikë se nuk kam kapital politik të Nanos, përveç një nostalgjie që ekziston apo gjallon aty këtu, por nuk ka një kapital të tillë. Nano është një i syzgjynosur luksi sipas dëshirës së tij. Jo, po gjithsesi ka një tufë simpatizantësh të cilët nuk janë. Gjithmonë më të pakët, gjithmonë më të largët, gjithmonë më të parëndësishëm si shifra dhe si ide jonë, se s'kan qenë ndonjëherë. Ajo që doja të thosha është ka ndryshuar mënyra e të bërit politik. Nuk është më thjesht dalja në rrugë,
nuk është më thjesht protesta, nuk është më thjesht takimet me njerëz, për shembull, revolucionarizimi që po i bëhet medias, që është pushteti i 4 në Shqipëri, për të cilën askush nuk flet për reformimin e saj, për shembull, fjala vjen të reformohet tryeza e arenës, të lëvizësh ti të vit dikush tjetër, apo të kontrollojnë ty. Për arsye të tjera, pse ky është pushteti i vetëm, më fal, pse media është pushteti i vetëm i konsoliduar dhe i pandryshueshëm deri tani në Shqipëri, dhe i vetmi që po bëhet realisht demokratik. Gjithsesi media nuk votojnë. Realisht, por bën të votojnë. Realisht demokratik, dhe unë shikoj që ajo që do ndodh nesër, do t'jetë edhe e pa imagjinueshme në të sotmen tonë, fuqizimi gjithmonë më tepër i rrjeteve sociale, i mediave sociale, zhndrimi i çdo qytetari me një telefon në dorë, në një gazetar, në një opinionist, bën që dhe politika herët avon ose do t'i bashkangjitet këtij trendi, ose thjesht do të dështoj. Unë këtu e shikoj shansin e partive të tjera. Çfarë do ta bëjë një votues të majt i pakënaqur që mos ndaloj te Ilir Meta apo të shkojë te Blushi të votoj? Po Blushi ka dalë Ilir Meta është aleat i Zotit Rama, nuk do të flas me gjuhën e Bashës se them janë pjesë, dy janë të njëjtë keqe, po në fundit ka përgjegjësi për qeverisjen e vendit, ndoshta jo proporcionale sa Zoti Rama, por është bashkëpërgjegjës për mënyrën se si është qeverisur vendi, sepse ka 4 ministra, dhe pra LSI-ja është bashkëpërgjegjës. Dikush që voton Blushin është që refuzon, është i majt, po themi, ideologjikisht ose për arsye familjare etj, por e refuzon mënyrën se si është drejtuar vendi absolutisht, nga Zoti Rama. Nëse patjetër që e keni ndjekur ligjërinë politike të zotit Blushi, ai është refuzues në çdo aspekt të qeverisë së zotit Rama, pavarësisht se eksponentë caktuar të LSI-s hedhin her pas here gura lec në oborrin e kryeministrisë, po themi kanë kritikë e tyre, por zoti Blushi ka dalë, është i vetmi, le të themi nga e majta, që i ka dalë ball për ball zotit Rama. Formimi 3 partive të reja dhe zgjedhjet e 18 qershorit janë një test jo thjesht për 3 personazhe që ne po diskutojmë këtu, por pa diskutim edhe për elektoratin, në fundit i cili mund të tregoj që ta diversifikoj pra votën, mos votoj siç ka votuar, po themi 26 vitet e fundit në bazë, po themi familjare, klanore, etj. Po është rritja e LSI-s, por edhe rritja e PDU-s, pra mund mendimin personal është rritja e partive të vogla dhe diversifikimi i skakierës politike i bën mirë arenës politike në përgjithësi. Në zgjedhjet e 18 qershorit do të votojnë 135.400 votues të rinj, që votojnë për herë të parë pra. Gjithë këta pra kanë mundësi mos të votojnë sipas porosive të, po themi, baballarëve ose gjyshërve të tyre, qoftë majtas apo djathtas. Gjithatë statistikat kanë treguar që trendi është trendi i prindërve. Fatkeqësisht është kështu. Por fatkeqësisht është kështu, por me që edhe media, edhe rritja e fuqisë së medias dhe fuqizimi i tej mase i viteve të fundit i rrjeteve sociale, ndoshta na ndihmon në këtë pikë për ta, po themi, për ta demokratizuar skakierën politike dhe ndoshta jep më shumë mundësi pa diskutim këtyre forcave të reja politike. Besoj që 5 vite më parë ose 10 vite më parë, edhe zoti Blushi, edhe zoti Bojaxhiu ta kishin shumë të vështirë për të hyrë, për tentuar, por nëse ato krijojnë aleancat e duhura dhe nëse gjejnë, po themi, pikat nevralgjike për të prekur, po themi, nervin e elektoratit në këto zgjedhje, mund të arrijnë përfaqësimin me një deputet. Nuk besoj që këto janë parti që do të vendosin, le të themi, kryeministin e ardhshëm, por nëse bëjnë aleancat e duhura, besoj që zoti Bojaxhiu mund të përfaqësohet në Tiranë, zoti Blushi mund të përfaqësohet në Tiranë, zoti Duka mund të përfaqësohet në Kam idenë që këta dy të parë luftojnë për të njëjtën fetë elektorati, për fetën e shtresës mesme. Qoftë Blushi, qoftë Bojaxhiu, varet se kush do të më bindës për këtyre. Ose të pavendosurve. Ka mjaft njerëz që nuk e, le të themi, nuk e përcaktojnë 1 ose 2 vite përpara për kë parti të votojnë.
Ka mjaft ata person pa angazhuar, po themi, që e vendosin javën e fundit ose javët e fundit. Prandaj edhe fushata elektorale ka rëndësi edhe për partitë e vogla, por edhe për opozitën sidomos. Është e tillë që duket se synon një votues ndoshta të shesë mesme. Ai flet për të varfrit, flet për ata që nuk kanë mundësi të shkojnë në shkolla, që nuk kanë mundësi të arsimohen apo të mjekohen. Kështu që unë besoj që po edhe Marksi nuk ishte i varfër që fliste për të varfër. Jo, po them që nuk synon votën e shesë mesme, pra. Po ky lloj ligjërimi duket se synon votën e këtyre njerëzve. Nuk po them që mbron apo jo. Ka paketën e minimumit etik, po. Pra në këtë kuptim Blushi duket se i adresohet një kategorie shumë të gjerë njerëzish. Në pikpamje tjetër mendoj që çdo i majtë Shqipërisë, nuk është i lidhur drejt në pushtetin politik dhe nuk është i varur ose nuk e prokurizon veten nga përkatësia partijake, ka arsye të votojë zotin Blushi. Sepse narrativa e të majtës tek zoti Rama thuaj se ka vdekur. Pra zoti Rama programi para rilindja nuk duket gjëkondi që ka rilindur në ndonjë gjë në Shqipëri, të paktën në pikpamjen time, po edhe për treguesit bazik të vendit. Numri i vendeve të punës nuk është 300.000 vende pune të reja të hapura. Varfëria nuk është hapur. Apo jo. Pra zoti Rama ka dështuar ose shëndetësia nuk është bërë falas. Pra ato që ishin piketat themelore të programit të majtë të zotit Rama nuk gjenden gjëkundi. Zoti Rama ka qeverisur duke patur për themel të investimet veta qendrat e qytetit, duke zbukuruar ato, të cilat nuk janë investime që kanë të bëjnë me po themi me një botkuptim qartë të majtë që porregullohet vendi në këtë mënyrë. Kështu që të majtë kanë arsye shkon zoti Blushi. Të pyes një diçka të tillë nga Shqipëria e mesme. Në një farë mënyre neve pavarësisht se nuk është e pëlqyeshme ta themi, por partitë shqiptare e kanë një lloj baze krajinore. PD-ja e ka në veri, shumicën e saj. PS-ja e ka në jug, Ilir Meta e ka në zonën përmet Skrapar, le të themi shtyllën kurizore të tyre. I qarku i Beratit, po. Është trazuar kjo histori. Shtyllën kurizore po flas, pastaj zbushja PD-ja është edhe në Dibër. A thua, nëse që sipas një koncepti është Shqipëria e mesme. Pas votës. A thua po krijon ky Gon Duka partinë e Shqipërisë? Kjo është vërtet, unë këtë doja thoya që zoti Duka do ketë ndikim lokalisht, pra në zonën e Durrësit. Më sigurt që do ketë ndikim, ai në zgjedhjet e kaluara ka marrë personalisht 10.000 vota në emër të Partisë Republikane. Pra kështu që është e pritshme që ai të marrë, besoj unë, më shumë se sa 10.000 vota në zgjedhjet që do vinë. Marrja 10.000 votave në zonën e Durrësit, në një qark me 12 deputet, duke qenë në koalicion me zotin Basha, ai mund të marrë minimumi 2 deputet në qarkun e Durrësit. Në qarqe të tjera është shumë vështirë, ndoshta në Tiranë për shkak të numrit të madh mandatesh që ka Tirana, që janë bërë 34, mund të ketë një shans real. Por nuk është një personazh karizmatik, duka që por ndoshta me mjetet caktuara ai mund të marrë 5.000-6.000 vota në Tiranë që janë të nevojshëm për një mandat deputeti. Por është gati e sigurt për mendimin tim që në Durrës zoti Duka do jetë një faktor në zgjedhjet që do vinë. Mark, last round, pyetja e fundit. Me sa duket prap do mbesim në trendin e 2009-2013 që LSI-ja do ta përcaktoj qeverisin. Pavarësisht performancës së Bashës, pavarësisht llogarive të Ramës. Besoj po. Po është përcaktuese patjetër. Dhe ka mundësi që të zerohet LSI-ja, nëse varet si do futet me çfarë po themi kushesh do futet në koalicion, si do bëj lojën, por unë mendoj që LSI-ja po mund të. Një pyetje. Dhe e di çfarë ka ndodhur? Një pyetje shumë të shpejt, po dal pak jashtë teme. Po se shikon ndoshta që ka ardhur koha që PD-ja të bëhet tashmë një parti popullore, mos jetë më një parti e djathtë klasike. Në qoftë se do që të shtrihet dhe më të shumë në qendër. Shiko, formalisht është ka qenë parti popullore. Është tjetër që në program ka qenë, është tjetër që edhe populiste. Edhe populiste. Jo, fatkeqësia që edhe popullore dhe populiste më shumë. Është populiste, po dhe ai ka qenë edhe dështimi, po popullore në program, qysh në fillim Partia Demokratike ka qenë parti e pasur popullore evropiane. Qoftë edhe në sot po ta shohësh me një sy të qetë kanë pasur një program, por e vërteta është që politika ekstremistë nuk ka japi si popullore. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet bëhet një parti popullore klasike. E tipi siç janë partitë hollandeze, partitë. Absolutisht. Lenz. Ndërsa për këto partitë, 3 partitë kanë një problem që se ne po flasim për suksesin që do kenë në elektorat. Nëse shohim trendin politik në Europë, po fitojnë terren partitë anti-establishment. Asnjëra prej këtyre partive nuk është
praktikisht anti-establishment. Për shembull, Blushi ka qenë brenda një formacioni politik. Merremi me programin, nuk mund të flasim për individin, se ashtu duhet presim partizanin Mekët na vinë nga Partitë që sulmojnë sistemin vinë krijohen në mënyrë gati aksidentale, janë jashtë sistemit. Duka ka qenë me Partinë Republikane, me Partinë Socialiste, etj. Boja Gjiu ka qenë funksionari i Partisë Demokratike, pra nuk është se nuk vinë nga jashtë sistemit. Unë mendoj që aty ku edhe një herë Blushi ka më shumë bazë, sepse Blushi çfarë po themi çfarë shtron. Ka një artikulim të majtit që e bën diferencë. Artikulim ka artikulim ideologjik. Artikulon për vitesh. Artikulon teza kritike ndaj të majtës dhe teza kritike për largim nga majta tradicionale. Dhe ai në fakt çfarë kërkon? Partia Socialiste Evropiane që realisht nuk ekziston në Shqipëri. Faktikisht në program është e vërtetë. Dhe nga pikpamja në qoftë se këtu ka akoma elektorat që shkon sipas një sistemi vlerash, unë mendoj që Blushi targetin e ka shumë të mirë dhe mund godase edhe të moderue, por në thelba e ka fokusin. Partitë e tjera janë jashtë fokusin. Jam në sekondat e fundit. Veç të tjerash dhe mbi të tjerat, Blushi ka një artikulim intelektual. Dhe kjo është e rëndësishme. Mendon që do bëhet një pesh? Një nga këta të tre, do nxjerrin 3 deputet? Atere, unë mendoj që gabon, do të nxjerrin deputet, unë mendoj që gabon kushdo që nuk i merr seriozisht ata, dhe do të gabonin të 3 së bashku, qoftë Blushi, qoftë Duka, qoftë Boja Gjiu, nëse nuk përcaktojnë targetin e tyre real. Zgjedhjet e ardhshme, suksesi elektoral i zgjedhjeve të ardhshme, sepse unë besoj që nuk diskutohet ngjyra në qeverisje, do të kushtëzohet nga kush bën më shumë të rinj të dalin në zgjedhje. Kush i drejtohet një shtrese e cila... Atyre në 100.000 që thamë. Jo, i 20 vjeçarëve të cilët janë mbi 20 vjet dritë larg mendësisë son të cilët kemi jetuar edhe në diktaturë edhe tani. Brezi atyre që kanë lindur në 90-ën, i atyre që kanë qartë në maternitet kur Berisha bërtiste rrugëve, është një brez krejt tjetër shqiptarësh që ne e kemi shumë të vështirë ta kuptojmë, se cili nga ne ka të pamundur ta kuptojmë. Kanë strategët e tyre politikë që i... Fjale madhe kjo... Nëse do të kishte një koalicion të partitë e vogla, për këto 3 forcat e reja, e thashë, atë idenë që nëse është një test edhe për elektoratin, besoj që nuk mund të jenë këto parti që vendosin kryeministin e ardhshëm, por sfida atyre është thjesht të përfaqësohen ose në parlament. Për sa i përket pastaj koalicioneve të mëdha, do ishte mjaft interesante nëse LSI-ja do dilte me vete, pra do krijonte koalicionin e saj, flas nga pikpamja e njeriu të paangazhuar politikisht, por thjesht si gazetar, do ishte një garë më e bukur politike nëse do të kishim, le të themi, 3 pole, 3 parti të mëdha, nëse LSI-ja pastaj do të bënte koalicion me Partinë Socialiste, atëherë besoj që është një rezultat jo vështirë i parashikueshëm, por edhe ashtu do kishim një garë 3 polare të brendshme midis këtyre 3 partive PS LSI, PDU, por thash do ishte më interesante për ta parë, për ta ndjekur, nëse do të krijonte kjo parti pra do të kishte polin e saj. Tre fjalë, ta merr mendja që LSI-ja futet në vetën zgjedhje? Vetëm zgjedhja jo nuk besoj që futet vetëm, do ta ketë shumë vështirë, sepse nëse do hyj vetëm zgjedhja do bëhet sanduiç me 2 polet e mëdha dhe mund të rrezikoj shumë. Plus që unë kam besuar gjithmonë që rezultati elektoral i LSI-s ka një lloj truku brenda, por shkak të mënyrës si LSI-ja bën politikë në Shqipëri, unë e di që ajo nuk do të mund ta bëj dot kurrë këtë lloj truku që ka bërë, po të jetë vetëm, do e bëj vetëm kur është me njërin prej palëve. E ka bërë vetëm në 2005 ka marrë një rezultat. Megjithatë Zekthi ka marrë shumë pak. I fundi deputet, por shumë numra. Nuk është 200% zgjedhjet e kaluara, nuk mund të rritet një parti me 200%. I fundi mbas Berishës, i fundi kohë krisur që ka mbledhur në politikën shqiptare është Ilir Meta, të paktën me çmundalë në llogarit mua. Unë jam mbrojtës i madh i faktit që Ilir Meta bën këtë lloj politike sepse shoqëria që e bën në mënyrë që të pengojë tiraninë e 2 tjerëve, sepse të paktën zotin Rama e shoh një njerëz me tendenca të tilla për të uzurpuar pushtet shumë. Ju faleminderit për pjesëmarrjen. Shpresojmë të takohemi në emisionet e ardhshme ku debatet besoj do jenë më të ndezura për vetë faktin që sa më shumë i afrohemi finishit, aq më ndezur bëhet situata. Faleminderit dhe natën e mirë.